Në vjetor të vitit 1972, 3 njerëz po lundronin në errësirën absolute të hapësirës, më larg se çdo qenie njerëzore kishte qenë ndonjëherë. Astronautët e Apollo 11, Eugene Cernan, Harrison Schmitt dhe Ronald Evans, po kryenin misionin e fundit lunar të njerëzimit. Por diçka e çuditshme ndodhi në ato ditë të fundit. Në orët e fundit, para se të largoheshin përgjithmonë nga sipërfaqja hënore, Cernan dhe Schmitt gjetën diçka që i bëri inxhinierët në Houston të heshnin plotësisht. Një mostër shkëmbi, e numëruar si 17001, që kur u analizua në laboratorët e tokës, tregoi diçka që nuk duhej të ekzistonte. Brenda saj, shkencëtarët zbuluan kristale që ishin formuar në kushte që hëna jon nuk mund t'i ketë patur kurrë. Temperatura e nevojshme për formimin e atyre kristaleve ishte 5 herë më e lartë se çdo temperaturë që hëna ka përjetuar në 4 miliardë gjysmë vitet e saj të ekzistencës. Kjo nuk ishte thjesht një anomali, ishte një kontradiktë fundamentale që kërkonte një rishkrim të plotë të asaj që mendonim se dinim për origjinën e hënës son. Imagjinoni që e gjithë historia e hënës ton kompresohet në 24 orë. Në këtë shkallë kohe, hëna lind në mesnatë, e formuar nda një përplasje katastrofike midis tokës së re dhe një planeti tjetër, madhësia e Marsit, që shkencëtarët e quajnë Theia. Në orën 1 të mëngjesit, sipërfaqja e saj është ende një oqean në rrëshqitës magme, me temperatura që arrin në mijëra gradë. Por në orën 3, ajo tashmë ka filluar të ftohet. Në orën 6 të mëngjesit, krusta e saj është ngurtësuar plotësisht dhe nga ora 8 deri në mesnatën tjetër, për 16 orë të plota, hëna mbetet një trup i ftohtë dhe i vdekur, pa aktivitet vulkanik, pa nqehtësi të brendshme, pa asnjë proces që mund të krijojë kristale të tilla. Por mostra 17001 tregon diçka krejtësisht të ndryshme. Ajo tregon se në një moment të caktuar, shumë kohë pasi hëna duhet të ishte ftohur plotësisht, diçka e ringriti temperaturën e saj në nivele ekstreme. Në shkallën tonë 24 orëshe, kjo do të ishte sikur në orën 23, vetëm një orë para fundit, hëna papritur të ndizej përsëri me një nqehtësi që nuk kishte përjetuar prej miliarda vjetësh. Harrison Schmitt, i vetmi gjeolog që ka ecur ndonjëherë në hënë, e dinte që diçka ishte e pazakontë sapo pashkëmbinte në lugjinën Taurus Littrow. Ai kishte studiuar gjeologji lunare për vite me radhë. Kishte analizuar çdo mostër që Apollo 10, Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15 dhe Apollo 16 kishin sjell. Por këto shkëmbinj ishin të ndryshëm. Ngjyra e tyre, tekstura, mënyra se si pasqyronin dritën e diellit, gjithçka sugjeronte një histori që nuk përputej me modelet ekzistuese. Kur ai dhe Cernan mblodhen mostrat dhe i vendosen në kontejneret e vulosur, asnjëri prej tyre nuk e dinte që po mbanin në duar provën që do të detyronte shkencën të rishikonte çdo teori për formimin e hënës. Në Houston, në qendrën e mostrave lunare, gjeologët filluan analizën e detajuar. Përdorën spektroskopi me rreze X, difrakcion me rreze X, mikroskopi elektronik dhe çdo teknik tjetër që kishin në dispozicion. Dhe sa më shumë që shikonin, aq më e çuditshme bëhej historia. Kristalet që gjetën brenda mostrave ishin të një lloji të quajtur piroksen me kalcium të lartë. Formimi i këtyre kristalave kërkon jo vetëm temperatura jashtëzakonisht të larta, por edhe një proces shumë specifik, ftoje. Magma duhet të ftohet ngadalë, shumë ngadalë, në mënyrë që atomet të kenë kohë të rreshtohen në strukturën e përsosur kristalore. Nëse ftohet shumë shpejt, krijohen shkëmbinj të amorf, pa strukturë kristalore. Nëse ftohet shumë ngadalë, krijohen kristale shumë të mdhenj, por këto kristale kishin madhësinë e saktë, strukturën e saktë, përbërjen e saktë që tregonte një proces që zgjati mijëra vjet në temperatura që të i kalonin 1200 gradë Celsius. Problemi ishte i thjeshtë dhe i tmerrshëm. Hëna nuk ishte qenë kurrë aq e ngjethë për aq kohë. Jo pasi u ftua fillimisht 4 miliardë e 400 milion vjet më parë. Në fillim, shkencëtarët menduan se ndoshta mostra ishte kontaminuar, ndoshta diçka kishte shkuar keq gjatë mbledhjes, gjatë transportit, gjatë ruajtjes. Por protokollet e NASA-s ishin absolute. Çdo mostër lunare mbahej në vakum të plot, në atmosferë të kontrollueshme të azotit, pa asnjë kontakt me ajrin e tokës.
Dhe më e rëndësishmja, nuk ishte vetëm një mostër. Schmidt dhe Cernan kishin mbledhur 10 shkëmbinj nga zona të ndryshme të lugjinës Taurus Littrow dhe shumë prej tyre tregonin të njëjtat karakteristika të pazakonta. Kjo nuk ishte një gabim, ishte një model. Ishte një realitet që kërkonte shpjegim. Teoria standarde e formimit të hënës, e quajtur hipoteza e përplasjes gjigante, ishte zhvilluar gjatë viteve 1970 bazuar pikrisht në mostrat e Apollo. Sipas kësaj teorie, rreth 4 miliardë 600 milion vjet më parë, një planet madhësia e Marsit goditi tokën e re me një forcë aq të madhe sa shkriti të dyja trupat plotësisht. Pjesa më e madhe e materialit u riformua në tokën, por një pjesë e konsiderueshme u hodh në orbit dhe u kondensua për të formuar hënën. Kjo shpjegonte pse hëna ka një densitet më të ulët se toka, pse ka pak hekur në bërthamen e saj, se përbërja kimike e shkëmbinjve lunar është aq e ngjashme me mantelin e tokës. Por nuk shpjegonte kristalet që Schmidt kishte gjetur. Në vitet që pasuan, laborator në të gjithë botën analizuan copza nga mostra 17001. Në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles, shkencëtarët përdorën spektrometri mase me ionizim sekondar për të matur raportet izotopike me precizion të pabesueshëm. Në Institutin e Teknologjisë në Zurich, gjeokimistët studiuan shpërndarjen e elementeve të rralla toksore. Në Universitetin e Manchester, petrologët krijuan modele kompjuterike të proceseve të kristalizimit. Dhe të gjithë arritën në të njëjtën përfundim të shqetësues. Këto shkëmbin kishin përjetuar një ngjarje termike masive shumë kohë, pasi hëna duhet ishte ftohur plotësisht. Por çfarë mund të kishte shkaktuar një ngrohje të tillë? Një përplasje tjetër gjigante? Jo, sepse nuk ishte prova për një pëlv të ri për plasje të madhësisë së nevojshme. Aktivitet vulkanik i vonë? Jo, sepse hëna kishte humbur të gjithë ngjehtësinë e saj të brendshme miliarda vjet më parë. Ngrohje nga rrezatimi radioaktiv? Jo, sepse hëna ka shumë pak elemente radioaktive në krahasim me tokën. Çdo shpjegim konvencional dështonte. Dhe kjo ishte arsyeja pse, pas Apollo 11, NASA vendosi diçka të pazakontë. Të mos dërgojë më asnjë mision human në hënë. Jo për shkak të buxhetit, jo për shkak të politikës, por sepse diçka thellësore në kuptimin ton të hënës kishte rezultuar e gabuar, dhe derisa të kuptonin se çfarë, çdo mision i mëtejshëm do të ishte i verbër. Në dokumentet e deklasifikuara vite më vonë, inxhinierët e NASA-s përshkruanin takime të tensionuara në Houston në janar të vitit 1973. Drejtori i shkencave lunare dhe planetare, Noel Hinners, kishte paraqitur një raport që detajonte anomalit në mostrat e Apollo 11. Raporti përfundonte me një rekomandim të pazakontë: të ndalet programi Apollo derisa të zhvilloheshin modele të reja teorike që mund të shpjegonin gjetjet. Ishte një vendim i paparë. Programi Apollo kishte kushtuar $25 miliardë, kishte mobilizuar 400.000 njerëz, kishte qenë triumfi më i madh teknologjik i njerëzimit. Dhe tani po ndërprite jo për shkak të dështimit, por për shkak të suksesit të tepërt. Kishin gjetur diçka që nuk duhej të ekzistonte. Në vitet që pasuan, teoria pas teorisë u propozua dhe u hodh poshtë. Disa shkencëtar sugjeruan që ndoshta hëna kishte patur një fushë magnetike shumë më të fortë se sa mendonim, dhe energjia magnetike kishte shkaktuar ngrohje. Por mathjet e mostrave të Apollo treguan që fusha magnetike lunare kishte qenë gjithmonë e dobët. Të tjerë propozuan që ndoshta kishte pasur një periudhë të shkurtër por intensive bombardimi nga asteroide që kishin sjell energji termike. Por shpërndarja e kraterëve nuk mbështeste këtë ide. Një grup në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts zhvilloi një model ku nxehtësia vinte nga fërkimi i brendshëm gjatë një periudhe kur orbita e hënës ishte shumë më eliptike. Por dinamika orbitale tregoi që kjo nuk mund të kishte prodhuar temperaturat e nevojshme. Dhe pastaj, në vitin 1987, një ekip në Universitetin e Arizonës bëri një zbulim që ndryshoi gjithçka. Duke përdorur teknika të reja të datimit me argon-argon, ata përcaktuan moshën e saktë të kristalave në mostrën 17001. Rezultati ishte i pabesueshëm. Kristalet ishin formuar vetëm 3 miliardë e 900 milion vjet më parë. Jo 4 miliardë e gjysmë, por 3 miliardë e 900.
Kjo do të thotë që ngjarja termike që i krijoi ato ndodhi 600 milion vjet pasi hëna u formua. 600 milion vjet është një kohë e gjatë. Në shkallën tonë 24 orëshe, kjo do të ishte sikur hëna të ndizej përsëri në orën 3 pasdite, shumë orë pasi duhet ishte ftohur plotësisht. Por çfarë mund të kishte ndodhur 3 miliard e 900 milion vjet më parë, që të shkaktonte një ngrohje aq masive? Kjo ishte periudha e quajtur bombardimi i voni rënd, kur sistemi i brendshëm diellor u godit në një stuj asteroidesh dhe kometash. Toka, hëna, Marsi, Merkuri, të gjithu bombarduan intensivisht për rreth 100 deri në 200 milion vjet. Shumica e kraterëve të mëdhenj që shohim në hëm sot u formuan gjatë kësaj periudhe. Por a mund të kishte qenë bombardimi i vonë i rënd, aq intensiv sa të rishkrinte pjesë të brendshme të hënës? A mund të kishin përplasjet kumulative sjell aq shumë energji sa të ringrinin temperaturën e mantelin lunar në nivele që lejuan formimin e kristallave të reja? Modelet kompjuterike filluan të eksploronin këtë skenar. Shkencëtarët në Institutin e Shkencave Planetare në Tucson simuluan mijëra përplasje të madhësive të ndryshme, duke llogaritur sa energji termike do të depozitohej në brendësi të hënës. Rezultatet ishin të habitshme. Nëse bombardimi i voni rënd kishte qenë vërtet aq intensiv sa sugjerohet nga densija e kraterëve, atëherë energjia kumulative do të kishte qenë mjaftueshme për të ringrohur pjesë të konsiderueshme të mantelin lunar. Jo në të gjithë hënën, por në rajone specifike ku përplasjet ishin përqendruar. Dhe lugjina Taurus Littrow, ku Schmidt dhe Cernan kishin zbritur, ishte pikrisht një rajon i tillë. Por kjo krijonte një paradoks të ri. Nëse bombardimi i voni rënd kishte sjell aq shumë energji, pse nuk shohim provat aktivitetit vulkanik masiv nga ajo periudhë? Pse nuk ka rrjedhje të mëdha lave që datojnë nga 3 miliard e 900 milion vjet më parë? Përgjigja erdhi nga një burim i papritur, nga studimi i strukturës së brendshme të hënës, duke përdorur të dhëna sismike. Gjatë misioneve Apollo, astronautët kishin vendosur sismografe në sipërfaqen lunare. Këto instrumente kishin regjistruar tërmete lunare për vite me radhë, duke dhënë shkencëtarëve një pamje të parë të brendësisë së hënës. Dhe ajo që zbuluan ishte se hëna ka një strukturë shumë më komplekse se sa mendonim. Nën krustën e jashtme ekziston një mante që nuk është homogjene. Ka zona ku shkëmbinjt janë më të dendur, më të pasur me hekur dhe magnez. Ka zona të tjera ku shkëmbinjt janë më të lehtë, më të pasur me alumin dhe kalcium. Dhe më e rëndësishmja, ka zona ku shkëmbinjt duket se kanë qenë të pjeshëm të shkrirë në një kohë relativisht të vonë në historinë lunare. Këto zona korespondojnë saktësisht me rajonet ku Apollo 11 gjeti kristalet e pazakonta. Kjo nuk ishte një rastësi, ishte një lidhje shkaksore që tregonte një proces të ri të panjohur më parë. Teoria që u zhvillua gjatë viteve 1990 ishte kjo. Bombardimi i voni rënd nuk thjesht goditi sipërfaqen e hënës. Ai depozitoi energji aq të madhe sa krijoi zona të shkrimit të pjeshëm thellë në mante. Këto zona të shkrira filluan të lëvizin ngadalë lart duke krijuar një lloj konveksioni termal, dhe kur arritën në nivele më të cekta, ku presioni ishte më i ulët, filluan të kristalizohen, duke formuar mineralet që Schmidt gjeti. Procesi zgjati jo vjet apo dekada, por miliona vjet. Ishte një ngjarje gjeologjike në shkallë kohore që te i kalon çdo gjë që kemi përjetuar në tokë. Por kjo teori, edhe pse elegante, nuk shpjegonte gjithçka. Nuk shpjegonte pse kristalet kishin një përbërje kaq specifike, aq të ndryshme nga çdo gjë tjetër që kishim gjetur në hënë. Nuk shpjegonte pse ishin përqendruar në zona aq të vogla, në vend që të ishin të shpërndara gjerësisht. Dhe më e rëndësishmja, nuk shpjegonte pse NASA kishte vendosur të mos dërgojë më astronaut për të eksploruar këto zona. Sepse nëse teoria ishte e saktë, atëherë duhej të kishte shumë më tepër rajone të tilla, shumë më tepër mostra për të mbledhur, shumë më tepër shkencë për të bërë. Pse u ndal gjithçka? Në mars të vitit 1973, një grup shkencëtarësh u mblodhen në një dhomë të vullosur në katin e tretë të qendrës Johnson të hapësirës. Nuk ishte protokoll zyrtar, nuk ishte regjistrues. Vetëm 12 njerëz, secili me akses në nivelin më të lartë të fshehtësisë,
dhe një pyetje që askush nuk donte ta shqiptonte me zë të lartë. Çfarë nëse kristalet nuk ishin formuar nga bombardimi i voni rënd, por nga diçka krejtësisht tjetër? Imagjinoni që mbani në dorë një copë shkëmb, jo më të matë se një monedhë. Në shikim të parë duket si çdo shkëmb tjetër lunar, gri, i mbulluar me pluhur të imët, i shpuar nga miliarda vjet rrezatimi kozmik. Por në mikroskop, ky shkëmb tregon një histori që sfidoi çdo ligj të njohur të fizikës planetare. Brenda tij, atomet e kalciumit, silicit dhe oksigjenit janë rreshtuar në një strukturë kaq të përsosur, kaq të rregullt, sa duket sikur dikush i ka vendosur me dorë, atom pas atomi, në një model geometrik që kërkon jo vetëm temperaturë ekstreme, por edhe kohë, shumë kohë, dhe stabilitet absolut. Por hëna nuk ofron stabilitet. Çdo ditë lunare, që zgjat 24 ditë toksore, temperatura në sipërfaqe ndryshon nga 170 gradë Celsius në dritën e diellit në minus 170 gradë në hije. Çdo përplasje me meteorit edhe të vogël krijon valë goditëse që përhapet në përshkëmbin me shpejtësi prej kilometrash në sekond. Çdo rrezatim kozmik depozitoi energji që organizoi strukturat kristalore. Dhe megjithatë, këtu ishin kristalet të përsosura, të paprekura, sikur të ishin formuar në një laborator të mbrojtur nga çdo ndërhyrje e jashtme. Harrison Schmitt, në një intervistë regjistruar por kur të publikuar në vitin 1985, tha diçka që i bëri kolegët e tij të heshtnin. Ai tha se kur po mblidhte mostrat në lugjin Taurus Littrow, kishte ndier diçka të çuditshme, jo fizikisht, por intuitivisht. Sikur shkëmbin që po prekte, kishin një histori që nuk përputhej me asgjë që kishte mësuar në 10 vjet studim gjeologjie. Ai tha se në një moment, ndërsa po gërmonte rreth një guri të madh, dora e tij në dorashkën e trashë të kostumin hapsinor, kishte ndier një dridhje të lehtë. Aq të lehtë sa mendoi se ishte imagjinat, por pastaj e ndjeu përsëri dhe përsëri, sikur shkëmbi vet po dridhej me një frekuencë shumë të ulët, shumë nën kufirin e dëgjimit njerëzor, por të mjaftueshme për t'u ndier nëpërmjet shtresave të materialit izollues. Kur Schmitt raportoi këtë në Houston, inxhinierët fillimisht menduan se ishte një problem me sistemin e jetës së kostumin, por të dhënat telemetrike treguan se gjithçka funksiononte normalisht. Pastaj menduan se ndoshta ishte një tërmet lunar, por sismografët që Apollo 11 kishte vendosur vetëm disa orë më parë nuk regjistruan asgjë. Dhe kur Eugene Cernan, që ishte disa qindra metra larg, u pyet nëse kishte ndier diçka të ngjashme, ai tha jo. Vetëm Schmitt, vetëm në atë vend specifik. Vetëm rreth atij shkëmbi specifik që më vonë do të jepte mostrën 17001. Kjo mund të kishte qenë thjesht një kuriozitet, një anekdote çuditshme në historinë e eksplorimit lunar. Por në vitet që pasuan, ndërsa shkencëtarët analizuan të dhënat sismike nga të gjitha misionet Apollo, zbuluan diçka që i bëri të rishikonin çdo supozim. Hëna nuk ishte sismikisht e vdekur siç mendonin, përkundrazi, ajo kishte një aktivitet sismik të vazhdueshëm, por shumë të veçantë. Nuk ishin tërmete në kuptimin klasik, shkaktuar nga lëvizje tektonike apo aktivitet vulkanik. Ishin dridhje të vogla, shumë të vogla, me frekuenca aq të ulta sa ishin pothuajse të padukshme, por ishin të vazhdueshme dhe vinin nga thellësi specifike, nga 100 deri në 200 kilometra nën sipërfaqe. Pikërisht zona ku modelet tregonin se duhej të kishte qenë shkrimi i pjeshëm gjatë bombardimit të vonë të rënd. Në vitin 1988, një ekip në Institutin Teknologjik të Kalifornisë zhvilloi një algoritëm të ri për të analizuar të dhënat sismike lunare. Ata nuk po kërkonin tërmete, po kërkonin modele, frekuenca, ritme. Dhe ajo që gjetën ishte e pabesueshme. Dridhjet e vogla nuk ishin të rastësishme. Ato ndiqnin një cikël shumë specifik, 27 ditë e 8 orë. Kjo është saktësisht kohëzgjatja e një revolucioni të plot të hënës rreth tokës. Dridhjet intensifikoheshin kur hëna ishte në perigjie, pika më e afërt me tokën, dhe dobësoheshin kur ishte në apogje, pika më e largët. Kjo do të thotë se diçka në brendësi të hënës po reagonte ndaj forcave të baticës nga toka. Por çfarë? Shkëmbinjtë ngurtë nuk reagojnë ndaj forcave të baticës në këtë mënyrë, vetëm lëngjet reagojnë. Vetëm materialet që mund të rrjedhin,
që mund të deformohen, që kanë një shkallë fleksibiliteti. Dhe kjo do të thotë se në thellësi prej 100 deri në 200 kilometrash nën sipërfaqen lunare, ekziston diçka që nuk është plotësisht e ngurtë. Diçka që është në një gjendje të ndërmjetme midis të ngurtës dhe të lëndshme. Diçka që shkencëtarët filluan ta quajnë zonë e shkrimit të pjeshëm të përhershëm. Por si mund të ekzistojë një zonë e tillë? Hëna ka humbur pothuajse të gjithë nxehtësinë e saj të brendshme miliarda vjet më parë. Nuk ka aktivitet radioaktiv të mjaftueshëm për të mbajtur temperatura aq të larta. Nuk ka bërtha metalike të madhe që të gjenerojnë nxehtësi nga konveksioni. Sipas të gjitha ligjeve të termodinamikës, hëna duhet të ishte e ftohtë plotësisht në të gjithë brendësinë e saj. Dhe megjithatë, këtu ishin të dhënat, të qarta dhe të pakontestueshme, që tregonin se diçka thellë në hënë ishte ende e nxehtë. Jo e nqehtësa të shkrijë shkëmbinjt plotësisht, por e nqehtësa t'i mbajë në një gjendje plastike, të aftë për të rrjedhur shumë ngadalë gjatë periudhave gjeologjike. Në dhjetor të vitit 1990, një artikull i publikuar në revistën Nature propozoi një shpjegim radikal. Autorët, një grup ndërkombëtar gjeofizikëntësh, sugjeruan se zona e shkrimit të pjeshëm nuk po mbahej e ngjethë nga burime të brendshme, por nga një burim i jashtëm, nga vetë toka. Jo nëpërmjet rrezatimit apo ndonjë force mistike, por nëpërmjet një procesi shumë konkret që quhet ngroje e baticës. Kur toka tërheq hënën me forcën e saj gravitacionale, ajo nuk e tërheq në mënyrë uniforme. Pjesa e hënës që është më afër tokës tërhiqet më fort se pjesa që është më larg. Kjo krijon një deformim, një zgjatje të lehtë të trupit lunar. Dhe kur hëna rrotullohet dhe lëviz në orbitën e saj, kjo deformim ndryshon vazhdimisht, duke shkaktuar fërkim të brendshëm. Fërkimi gjeneron nxehtësi, jo shumë, por mjaftueshëm. Llogaritjet treguan se nëse hëna ka një zonë në brendësi ku shkëmbinjt janë pak më të butë, pak më plastik se pjesa tjetër, atëherë fërkimi i baticës mund të gjenerojë disa dhjetra grad nxehtësi shtesë. Dhe disa dhjetra grad, në thellësi ku presioni është tashmë i lartë, mund të jenë të mjaftueshme për të mbajtur shkëmbinjt në gjendje të shkrimit të pjeshëm. Por kjo krijonte një paradoks të ri. Nëse ngroja e baticës ishte e mjaftueshme për të mbajtur një zonë të shkrimit të pjeshëm, atëherë kjo zonë duhej të kishte ekzistuar gjatë gjithë historisë së hënës, jo vetëm pas bombardimit të vonë të rëndë. Dhe nëse kishte ekzistuar gjithmonë, atëherë pse kristalet që Schmidt gjeti ishin formuar vetëm 3 miliardë 900 milion vjet më parë dhe jo më herët? Përgjigjja erdhi nga një zbulim i papritur në vitin 2001. Një ekip në Universitetin e Tokios, duke analizuar të dhëna nga misioni Clementine që kishte orbituar hënën në vitet 1990, zbuloi se orbita e hënës nuk ishte qenë gjithmonë e njëjtë. 3 miliardë 900 milion vjet më parë, hëna ishte shumë më afër tokës se sa është sot. Aq më afër sa forcat e baticës ishin jo disa herë, por dhjetra herë më të forta. Dhe kjo do të thotë se ngroja e baticës në atë kohë ishte shumë më intensive. Aq intensive sa mund të kishte shkaktuar jo vetëm shkrim të pjeshëm, por shkrim të plot në zona të caktuara të mantelit lunar. Imagjinoni hënën 3 miliardë 900 milion vjet më parë. Ajo është vetëm gjysma aq lart nga toka sa është sot. Kjo do të thotë se në qiellin e tokës, hëna duket 4 herë më e madhe, dhe në qiellin e hënës, toka duket gjigante, duke zënë një pjesë të madhe të horizontit. Por më e rëndësishmja, forcat e baticës janë aq të forta sa po deformojnë hënën në mënyrë të dukshme. Çdo 27 ditë tetor, ndërsa hëna rrotullohet dhe lëviz në orbitën e saj, trupi i saj po zgjatet dhe të kurret me 10 metra. Dhe ky deformim i vazhdueshëm po gjeneron nxehtësi të jashtëzakonshme në brendësi. Aq të jashtëzakonshme sa në disa zona, shkëmbinjt po fillojnë të shkrihen përsëri, për herë të parë që nga formimi fiestar i hënës 4 miliardë gjysmë vjet më parë. Por pse vetëm në disa zona? Pse jo në të gjithë hënën? Përgjigja qëndron në strukturën e brendshme heterogjen që sismografët kishin zbuluar. Hëna nuk është një sferë uniforme. Ajo ka zona ku shkëmbinjt janë më të pasur me hekur dhe magnez dhe zona të tjera ku janë më të pasur me alumin dhe kalcium. Zonat e pasura me hekur kanë një pikë shkrirjeje më të ulët. Kjo do të thotë se kur temperatura rritet nga ngroja e baticës, këto zona shkrihen të parat. Dhe një nga këto zona ishte pikërisht në lugjinën Taurus Litrou,
ku Apollo 11 do të zbriste 3 miliard e 900 milion vjet më vonë. Në vitin 2005, një simulim kompjuterik i zhvilluar në Institutin Max Planck në Gjermani, riprodoi këtë proces me detaje të pabesueshme. Shkencëtarët futën në model të gjitha të dënat që kishin, përbërjen kimike të mostrave lunare, strukturën sismike të brendshme, dinamikën orbitale të hënës, intensitetin e bombardimit të vonë të rënd. Dhe pastaj lëshuan simulimin të vrapoj përpara në kohë, duke llogaritur çdo ndryshim temperaturë, çdo lëvizje të magmës, çdo proces kristalizimi. Rezultati ishte i mahnitshëm. Modeli parashikoi se 3 miliardë 900 milion vjet më parë, në thellësi prej 130 kilometrash në ndugjinën Taurus Litrou, një xhep magme filloi të formohet. Jo i madh, vetëm disa qindra kilometra kub, por i mjaftueshëm. Kjo magmë ishte më e lehtë se shkëmbinjt përreth, kështu që filloi të ngrihet ngadalë, shumë ngadalë, me shpejtësi prej vetëm disa centimetrash në vit. Ndërsa ngrihej, presioni rreth saj ulej, dhe temperatura e nevojshme për shkrim ulej gjithashtu. Kjo do të thotë se magma filloi të ftohet dhe të kristalizohet, por jo menjëherë. Procesi zgjati miliona vjet, dhe gjatë gjithë kësaj kohe, atomet kishin kohë të rreshtohen në strukturën e përsosur kristalore që Schmidt do të gjente shumë më vonë. Por kjo ishte vetëm fillimi i historisë, sepse simulimi parashikoi gjithashtu diçka tjetër, diçka që askush nuk e kishte pritur. Ai parashikoi se xhepi i magmës nuk u ftua plotësisht. Një pjesë e tij, një pjesë e vogël por e qëndrueshme, mbeti e shkrirë. Dhe sipas modelit, ajo pjesë është ende e shkrirë sot, 3 miliardë 900 milion vjet më vonë, e mbajtur në gjendje të lëngshme nga ngroja e vazhdueshme e baticës. Kjo do të thotë se thellë në lugjinën Taurus Litrou, në këtë moment, Ekziston një rezervuar i vogël magme lunare. jo i madh, ndoshta vetëm disa jetra kilometra kub, por i mjaftueshëm për të qenë aktiv, i mjaftueshëm për të shkaktuar dridhjet e vogla që Schmidt ndoshta ndjeu, i mjaftueshëm për të qenë një rrezik potencial për çdo mision të ardhshëm human. Dhe kjo më në fund shpjegonte pse NASA kishte ndaluar misionet lunare, jo sepse nuk kishin buxhet, jo sepse nuk kishin teknologji, por sepse kishin zbuluar se hëna nuk ishte aq e vdekur sa mendonin, se kishte zona që ishin ende aktive, ende të rrezikshme, ende të paparashikueshme. Dhe derisa të kuptonin plotësisht natyrën e këtyre zonave, dërgjimi i astronautëve atje do të ishte një rrezik i papranueshëm. Por kjo ngre një pyetje edhe më të madhe. Nëse hëna ka zona të shkrimit të pjesshëm që janë mbajtur aktive për miliarda vjet, çfarë do të thotë kjo për planetë të tjerë? Çfarë do të thotë për hënat e Jupiterit, si Europa dhe Io, Që janë shumë më afër planetit të tyre gjigant dhe përjetojnë forca batikazh shumë më të forta? Çfarë do të thotë për planetë të vegjël që orbitojnë yje të tjera, disa prej të cilëve janë aq afër ujeve të tyre, sa forcat e baticës duhet të jenë miliona herë më të forta se çdo gjë që kemi në sistemin tonë diellor? Në vitin 2008, teleskopi hapësinor Spitzer zbuloi një planet jashtëdiellor të quajtur Korot 7b, që orbiston yjen e tij aq afër sa një vit atje zgjat vetëm 20 orë. Llogaritjet treguan se forcat e baticës në atë planet janë aq të forta sa sipërfaqja e tij duhet të jetë plotësisht e shkrirë. Një oqean global magme që nuk ngurtësohet kurrë. Dhe nëse kjo është e mundur, atëherë sa planet të tjerë në galaksin tonë janë në gjendje të ngjashme? Sa prej tyre kanë brendësi që janë mbajtur të ngjehta jo nga rrezatimi radioaktiv, apo nga ngjehtësia e mbetur nga formimi, por nga fërkimi i vazhdueshëm i forcave të baticës. Kjo ndryshon plotësisht kuptimin ton të asaj që quajmë një planet të vdekur, sepse nëse forcat e baticës mund të mbajnë brendësinë e një trupi qiellor aktive për miliarda vjet, atëherë pothuajse çdo trup që orbiston mjaftueshëm afër një tjetri mund të ketë aktivitet të brendshëm. Dhe aktiviteti i brendshëm do të thotë procese kimike. Procese kimike do të thotë mundësi për jetë. Jo jetë në sipërfaqe, ku rrezatimi dhe temperaturat ekstreme e bëjnë atë pothuajse të pamundur, por jetë në thellësi, në zona të mbrojtura ku temperatura është e qëndrueshme, ku ka ujë të lëngshëm, ku ka energji kimike nga ndërveprimet midis shkëmbimeve të nxehtë dhe ujit. Kjo është arsyeja pse zbulimi i kristaleve në mostrën 17001 ishte aq i rëndësishëm.
Jo sepse na tregoj diçka për hënën, por sepse na tregoj diçka për universin. Na tregoj se aktiviteti gjeologjik nuk kërkon një planet të madh me bërtham aktive. Kërkon vetëm 2 trupa që orbitojnë mjaftueshëm afër njëri tjetrit. Dhe në një univers me miliarda galaktika, secila me miliarda yje, secila me planet dhe hëna që orbitojnë në konfigurime të panumërta, kjo do të thotë se numri i botëve potencialisht aktive, potencialisht të banueshme, është shumë më i madh se sa kishim imagjinuar ndonjëherë. Por ka një anë të errët të kësaj zbulimi, sepse nëse forcat e baticës mund të mbajnë një trup aktiv për miliarda vjet, ato gjithashtu mund ta shkatërrojnë atë. Io, hëna më e brendshme e Jupiterit, është shëmbulli më ekstrem që kemi në sistemin ton diellor. Forcat e baticës atje janë aq të forta sa e gjithë sipërfaqja është e mbulluar me vulkane aktiv. Çdo ditë, Io hedh qindra ton material në hapësirë. Çdo vit, sipërfaqja e saj rimodelohet plotësisht nga rrjedhjet e reja të lavës. Dhe në shkallë kohore gjeologjike, Io po konsumohet nga brenda. Në fund, pas miliarda vjetësh, forcat e baticës do ta shkrinë plotësisht, duke e kthyer në një re pluhuri dhe gazi që do të shpërndahet në hapësirë. A mund të ndodhë e njëjta gjë me hënën tonë? Jo në të ardhmen e afërt. Forcat e baticës këtu janë shumë më të dobëta se në Io. Por në shkallë kohore kozmike, gjithçka ndryshon. Hëna po largohet nga toka me shpejtësi prej rreth 4 centimetrash në vit. Kjo do të thotë se forcat e baticës po dobësohen ngadalë. Në 1 miliard vjet, hëna do të jetë aq larg sa forcat e baticës do të jenë pothuajse zero. Dhe kur kjo ndodh, zona e shkrimit të pjeshëm që ekziston sot do të ftohet përfundimisht. Kristallet që po formohen tani do të ndalojnë së formuari dhe hëna do të bëhet vërtet e vdekur, jo vetëm në sipërfaqe, por edhe në brendësi. Por deri atëhere, hëna mbetet një laborator natyror për të studiuar proceset që ndodhin në mijëra bota të tjera në galaksin tonë. Çdo të dhënë që mbledhim nga ajo, çdo mostër që analizojmë, çdo model që zhvillojmë, na afron një hap më pranë kuptimit të asaj që bën një botë të gjallë. Jo vetëm në kuptimin biologjik, por në kuptimin gjeologjik, sepse një botë e gjallë gjeologjikisht është një botë ku ndodhin gjëra, ku shkëmbinjt lëvizin, ku temperatura ndryshon, ku kimia evoluon dhe ku ndoshta jeta mund të fillojë. Kjo na çon në një pyetje që shkencëtarët kanë filluar ta bëjnë gjithnjë më shpesh. A ka jetë në hënën tonë? Jo në sipërfaqe sigurisht, por në thellësi, në zonat e shkrimit të pjeshëm, ku temperatura është e qëndrueshme rreth 100 gradë Celsius, ku presioni është i lartë, ku mund të ketë xhepa uji të lëngshëm të mbajtur nga nxehtësia e baticës. Kjo mund të tingëllojë si shkencë fantastike, por në vitin 2017, shkencëtarët zbuluan mikroorganizma në tokë që jetojnë në kushte shumë të ngjashme. Në shpella të thella në sipërfaqen e tokës, ku nuk ka dritë, ku nuk ka oksigjen, ku temperatura është rreth 100 gradë, ka baktere që marrin energji nga reaksionet kimike midis shkëmbimeve dhe ujit. Këto baktere nuk varen nga fotosinteza, nuk varen nga atmosfera, varen vetëm nga gjeokimia. Dhe nëse jeta e tillë ekziston në tokë, pse jo në hënë? Sigurisht, ka shumë arsye pse jo. Hëna nuk ka patur kur një atmosferë të trashë që të mbrojë sipërfaqen nga rrezatimi. Nuk ka patur kur oqeane që të lejojnë përzierjen e lirë të molekulave organike. Nuk ka patur kur një cikel uji që të transportojë lëndë ushqyese. Por thellë në brendësi, në zonat e shkrimit të pjeshëm, kushtet mund të jenë të ndryshme. Mund të ketë xhepa uji që janë izoluar nga sipërfaqja për miliarda vjet. Mund të ketë reaksione kimike që gjenerojnë molekula organike. Mund të ketë, në rastin më të mirë, një ekosistem i vogël mikroorganizmash që kanë evoluar në izolim të plotë, të panjohur dhe të padëmtuar nga bota e jashtme. Kjo është një hipotezë e guximshme, dhe për ta testuar do të duhej një mision që të shpojë thellë në hënë, shumë më thellë se sa kanë bërë ndonjëherë astronautët. Do të duhej teknologji që ende nuk ekziston. Do të duhej një angazhim financiar dhe politik që të i kalon çdo gjë që kemi bërë në hapësirë që nga Apollo. Por nëse do të ishte e saktë, nëse do të gjendeshin mikroorganizma lunar, kjo do të ishte zbulimi më i madh në historinë e shkencës, sepse do të tregonte se jeta nuk është një aksident i rrallë që ndodhi vetëm në tokë.
Do të tregonte se jeta mund të filloj kudo ku ka ujë të lëngshëm, energji kimike dhe kohë. Dhe në një univers me miliarda planet dhe hëna, kjo do të thotë se jeta mund të jetë kudo. Por edhe nëse nuk ka jetë në hën, zbulimi i zonave të shkrimit të pjeshëm ka implikime të thella për kërkimin e jetës në vende të tjera, sepse na tregon se nuk duhet të kërkojmë vetëm planet në zonën e banueshme rreth yjeve të tyre, ku temperatura lejon ujë të lëngshëm në sipërfaqe. Duhet të kërkojmë gjithashtu hëna që orbitojnë planet gjigant, ku forcat e baticës mund të mbajnë brëndësinë aktive pavarësisht në distanca nga illi. Duhet të kërkojmë planet të vegjël në orbita të ngushta, ku fërkimi i baticës mund të krijojë kushte të ngjashme me ato që gjetëm në hënën tonë. Duhet të kërkojmë, me fjalë të tjera, jo vetëm dritë, por ngjehtësi. Jo vetëm sipërfaqe, por thellësi. Jo vetëm të dukshmen, por të fshehuren. Dhe kjo na kthen në pyetjen që filloi gjithçka. Pse NASA ndaloi misionet lunare pas Apollo 11? Tani e dim përgjigjen, sepse kishin zbuluar se hëna nuk ishte ajo që mendonin. Sepse kishin zbuluar se kishte zona aktive që mund të ishin të rrezikshme. Sepse kishin zbuluar se çdo hap i mëtejshëm kërkonte një rishikim të plotë të asaj që mendonim se dinim. Dhe sepse ndoshta kishin zbuluar diçka edhe më të madhe. Diçka që nuk ishin gati ta ndanin me botën. Diçka që edhe sot, 50 vjet më vonë, mbetet e klasifikuar në nivelin më të lartë të fshehtësisë. Në dokumentet e deklasifikuara pjesërisht në vitin 2050, ka referenca të koduara për një program të quajtur Projekt Artemis Tel. Ky projekt, sipas dokumenteve, u fillua në vitin 1974, vetëm 2 vjet pas Apollo 11, dhe kishte si qëllim zhvillimin e teknologjisë për të shpuar në brendësinë e hënës. Por programi u anulua papritur në vitin 1978, pas një shpjegim publik. Buxheti i tij u transferua në programe të tjera. Inxhinierët që punonin në të u shpërndan në projekte të ndryshme, dhe çdo gjurmë punës së tyre u fshi nga arkivat publike. Çfarë zbuloi projekti Artemis Tel? Çfarë gjetën ata që ishte aq shqetësuese sa programi u mbyll menjëherë? A ishte thjesht një çështje teknike? Një kuptim se teknologjia e nevojshme ishte shumë larg mundësive tona? Apo ishte diçka më e thellë, diçka që ndryshoi mënyrën se si NASA e shihte hënën dhe rolin e saj në të ardhmen e njerëzimit? Këto pyetje mbeten pa përgjigje, por ajo që e dim është se pas vitit 1978, fokusi i NASA-s ndryshoi plotësisht. Në vend që të planifikonte baza lunare dhe eksplorimin e thellë, filloi të përqendrohet në orbitën e ulët toksore, në stacionet hapësinore, në teknologji që mbanin njerëzit afër tokës. Sikur diçka i kishte bërë të vendosnin se hëna, për momentin, Ishte shumë e rrezikshme apo shumë e panjohur për të eksploruar më tej. Dhe kështu, për 50 vjet, hëna ka mbetur e paprekur nga këmbët njerëzore. Kristalet që Schmidt gjeti vazhdojnë të qëndrojnë në laboratorët e vullosur duke treguar historinë e tyre të çuditshme. Zonat e shkrimit të pjesshëm vazhdojnë të dridhen me frekuencat e tyre të ulta, të padëgjueshme, por të matshme. Dhe pyetjet që filluan me mostrën 17001 vazhdojnë të shumëfishohen, duke na çuar gjithnjë më thellë në misteret e formimit planetar, të aktivitetit gjeologjik dhe ndoshta të vetë jetës. Dhe kështu, për 50 vjet, hëna ka mbetur e paprekur nga këmbët njerëzore. Por heshtja zyrtare nuk do të thotë mungesë aktiviteti, sepse ndërsa NASA mbyllte dyert e programeve të saj lunare publike, diçka tjetër po ndodhte në laboratorët e mbyllur të universiteteve dhe institucioneve kërkimore në të gjithë botën. Shkencëtarët që kishin pasur akses në mostrat e Apollo nuk mund të ndalonin së punuari. Çdo analizë re, çdo teknikë re analitike që zhvillohej, aplikohej menjëherë në copëzat e vogla të shkëmbimeve lunar që ruhen në domat të vakumit në Houston, në Tokyo, në Moskë, në Pekin. Dhe me kalimin e dekadave, një model filloi të dalë. Jo një model i qartë, por një model megjithatë. Një model që tregonte se ajo që Schmidt kishte gjetur në lugjinën Taurus Littrow nuk ishte një anomali e izoluar. Ishte një shenjë e një procesi global që kishte ndikuar të gjithë hënën në një periudhë kritike të historisë së saj. Një proces që shkencëtarët filluan ta quajnë ngjarjen e madhe të riaktivizimit termal. Por këtu fillonte konflikti i vërtet.
Sepse për të shpjeguar këtë ngjarje, shkencëtarët propozuan jo një, por 3 teori kryesore, secila e mbështetur nga të dhëna të forta, secila e kundërshtuar nga të dhëna po aq të forta. Dhe për 30 vjet, këto 3 teori luftuan për dominim në literaturën shkencore, duke krijuar një nga debatet më të ashpra në historinë e shkencave planetare. Teoria e parë, e propozuar nga një grup në Institutin e Teknologjisë në Kaliforni në vitin 1989, quhej hipoteza e përplasjes së 2 gjigante. Sipas kësaj teorie, hëna kishte përjetuar jo një, por 2 përplasje masive në historinë e saj të hershme. E para ishte përplasja që e krijoi hënën, rreth 4 miliardë 600 milion vjet më parë. E dyta ndodhi shumë më vonë, rreth 3 miliardë 900 milion vjet më parë, kur një asteroid madhësia e një mali goditi hënën me një forcë aq të madhe sa depozitoi energji termike të mjaftueshme për të rishkrirë pjesë të konsiderueshme të mantelin lunar. Kjo teori kishte avantazhe të qarta. Shpjegonte kohën e saktë të formimit të kristalave. Shpjegonte pse energjia termike ishte përqendruar në rajone specifike. Shpjegonte pse nuk ishte aktivitet vulkanik masiv, sepse energjia ishte depozituar në thellësi, jo në sipërfaqe. Dhe më e rëndësishmja ishte në përputhje me të dhënat nga bombardimi i voni rënd, i cili dihet se ndodhi pikrisht në atë periudhë. Por kishte një problem të madh. Nëse një përplasje aq masive kishte ndodhur 3 miliardë 900 milion vjet më parë, ajo do të kishte krijuar një pellg përplasje gjigant, një nga më të mëdhenjt në hënë. Dhe megjithse ka shumë pelgje të mëdhenj në hënë, asnjë prej tyre nuk daton nga ajo periudhë saktë. Pelgu Mare Imbrium, një nga më të mëdhenjt, u formua rreth 3 miliardë 915 milion vjet më parë, pak më herët. Pelgu Mare Orientale u formua rreth 3 miliardë 800 milion vjet më parë, pak më vonë. Por asnjë pelg i madh nuk përputhet me kohën e saktë të formimit të kristalave. Kjo çoi në zhvillimin e teorisë së dytë e propozuar nga një ekip në Universitetin e Arizonës në vitin 1995. Kjo teori quhej hipoteza e konveksionit të vonë termal. Sipas saj, nuk kishte pasur asnjë përplasje të vetme gjigante. Në vend të kësaj, bombardimi i voli rënd kishte depozituar energji kumulative nga mijëra përplasje më të vogla. Kjo energji kishte ngrohur gradualisht mantelin lunar duke krijuar zona të shkrimit të pjeshëm që filluan të lëvizin lart përmes konveksionit. Kur këto zona arritën nivele më të cekta, filluan të kristalizohen duke formuar mineralet që Schmidt gjeti. Kjo teori kishte avantazhin e saj. Shpjegonte pse nuk ishte një pellg të vetëm gjigant. Shpjegonte pse kristalet ishin të shpërndara në rajone të ndryshme, jo vetëm në një vend. Shpjegonte pse procesi kishte zgjatur miliona vjet, jo vetëm disa ditë apo javë. Dhe ishte në përputhje me modelet kompjuterike të konveksionit termal në trupa planetar. Por edhe kjo teori kishte probleme. Llogaritjet e energjisë termike treguan se edhe nëse të gjitha përplasjet e bombardimit të vonë të rënd kombinoheshin, energjia totale nuk do të ishte mjaftueshme për të krijuar konveksion në shkallën e nevojshme. Manteli lunar është shumë i ftohtë, shumë i ngurtë, shumë rezistent ndaj lëvizjes. Për të filluar konveksion, do të duhej një sasi energjie që të i kalon çdo gjë që bombardimi i voni rënd mund të kishte ofruar. Dhe kështu u zhvillua teoria e tretë, më radikale dhe më kontroverse. Kjo teori u propozua nga një grup ndërkombëtar shkencëtarësh në vitin 2003 dhe quhej hipoteza e rezonancës orbitale. Sipas saj, shkaku i ngjarjes së madhe të riaktivizimit termal nuk ishte asnjë përplasje e vetme, as energjia kumulative e shumë përplasjeve. Ishte diçka shumë më e pazakontë. Një periudhë e shkurtër, por intensive, kur orbita e hënës hyri në rezonancë me orbitat e planetëve të tjerë të brendshëm, duke krijuar forca të baticës shumë më të forta se normalja. Kjo teori bazohej në modele të reja të dinamikës orbitale, që tregonin se sistemi diellor i brendshëm nuk ka qenë gjithmonë aq i qëndrueshëm sa është sot. Rreth 3 miliardë 900 milion vjet më parë, orbitat e Merkurit, Venusit, Tokës dhe Marsit mund të kenë qenë në një konfigurim të tillë që krijuan rezonanca periodike. Këto rezonanca do të kishin ndikuar në orbitën e hënës, duke e bërë atë më eliptike për një periudhë të shkurtër. Dhe një orbitë më eliptike do të thotë forca më të forta të baticës, të cilat do të kishin gjeneruar nxehtësi të brendshme përmes fërkimit. Kjo teori kishte një avantazh të madh. Shpjegonte pse energjia termike ishte aq e përqendruar në kohë.
Rezonanca orbitale nuk zgjat përgjithmonë. Pas disa milion vjetësh, sistemi del nga rezonanca dhe kthehet në një gjendje më të qëndrueshme. Kjo do të shpjegonte pse ngjarja e madhe e riaktivizimit termal ndodhi vetëm një herë, në një periudhë të saktë, dhe pastaj nuk u përsërit kurrë. Por kjo teori kishte një problem të madh. Nuk ishte asnjë provë të drejtpërdrejtë që sistemi diellor kishte qenë në rezonancë në atë kohë. Modelet kompjuterike tregonin se ishte e mundur, por jo e domosdoshme. Dhe më e rëndësishmja, nëse forcat e baticës kishin qenë aq të forta, pse nuk shohim prova të aktivitetit të ngjashëm në planet të tjerë? Pse Marsi, që gjithashtu ka hëna dhe që gjithashtu mund të ketë përjetuar rezonanca orbitale, nuk tregon shenja të një ngjarje të ngjashme? Dhe kështu, për më shumë se 20 vjet, këto 3 teori luftuan për dominim. Çdo konferencë shkencore për shkencën planetare përfshinte debate të zjarrta midis mbështetësve të teorive të ndryshme. Çdo artikull i ri që publikohej në revista si Nature apo Science provokonte përgjigje të menjëhershme nga kampi tjetër. Çdo të dhënë e re nga misionet robotike në hën interpretohej ndryshe nga grupe të ndryshme. Por në vitin 2024, diçka ndryshoi. Misioni kinez Chang'e-6, i cili zbriti në anën e largët të hënës, mblodhi mostra nga një rajon që nuk ishte kurrë eksploruar më parë. Dhe kur këto mostra u analizuan në laboratorët në Pekin, rezultatet ishin të habitshme. Shkëmbinjt nga ana e largët tregonin të njëjtat karakteristika të pazakonta si ato që Schmidt kishte gjetur në anën e dukshme. Kristale të formuara në temperatura të larta, përbërje kimike e pazakont, moshe sakt rreth 3 miliardë 900 milion vjet. Kjo ishte një zbulim revolucionar, sepse nëse ngjarja e madhe e riaktivizimit termal kishte ndikuar të dy anët e hënës, atëherë nuk mund të kishte qenë shkaktuar nga një përplasje vetme në anën e dukshme. Nuk mund të kishte qenë shkaktuar nga konveksion lokal në rajone specifike. Duhej të kishte qenë diçka globale, Diçka që ndikoi të gjithë hënën në të njëjtën kohë. Kjo eliminoi hipotezën e përplasjes së dy gjigante. Eliminoi gjithashtu versionin më të thjeshtë të hipotezës së konveksionit të vonë termal dhe la vetëm një shpjegim të mundshëm: hipotezën e rezonancës orbitale. Por edhe kjo teori kishte nevojë për modifikim, sepse nëse rezonanca orbitale kishte qenë aq e fortë sa të ndikonte të gjithë hënën, atëherë duhej të kishte lënë gjurmë edhe në tokë. Dhe kështu, shkencëtarët filluan të kërkojnë në shkëmbinjt toksor që datojnë nga 3 miliardë 900 milion vjet më parë. Kërkuan shenja të aktivitetit të pazakont gjeologjik, të ndryshimeve në nivelin e detit, të përmbutjeve masive të lavës, të çdo gjëje që mund të tregonte se toka gjithashtu kishte përjetuar një periudhë të pazakont të aktivitetit të brendshëm. Dhe gjetën diçka, jo në një vend, por në shumë vende. Në Australinë perëndimore, në formimet e quajtura Pilbara Kraton, Gjeologët zbuluan shtresa shkëmbinjsh që tregonin shenja të metamorfizmit të lartë të shkaktuar nga temperatura dhe presion të pazakont. Në Groenlandën jugore, në formimet Isua, shkencëtarët gjetën minerale që mund të ishin formuar vetëm në kushte të nxehtësisë ekstreme. Në Afrikën e Jugut, në Barberton Greenstone Belt, ka prova të aktivitetit vulkanik intensiv që përkon saktësisht me kohën e ngjarjes së madhe të riaktivizimit termal në hën. Kjo nuk ishte një rastësi. Ishte një model global që tregonte se diçka e jashtëzakonshme kishte ndodhur në sistemin Tok-Hën 3 miliardë 900 milion vjet më parë. Diçka që kishte ndikuar të dy trupat në të njëjtën kohë. Diçka që kishte lënë gjurmë të qarta në shkëmbinjtë të dyjave. Por çfarë kishte shkaktuar këtë ngjarje? Nëse ishte rezonancë orbitale, çfarë kishte shkaktuar rezonancën? Dhe pse kishte ndodhur pikërisht në atë kohë, 3 miliardë 900 milion vjet më parë? Dhe jo më herët apo më vonë? Përgjigja erdhi nga një burim i papritur, nga studimi i meteorëve. Në vitin 2026, një ekip në Universitetin e Tokios analizoi një meteorit të rrallë që kishte rënë në Antarktidë. Ky meteorit, i quajtur Yamato 123, ishte një copë e një asteroidi që kishte qenë në sistemin e brendshëm diellor për miliarda vjet. Dhe kur shkencëtarët datuan mineralet në të, zbuluan diçka të habitshme. Meteoriti kishte përjetuar një ngjarje termike masive pikërisht 3 miliardë 900 milion vjet më parë. Kjo do të thotë se çfarëdo që kishte ndodhur në sistemin Tok-Hën, kishte ndodhur gjithashtu në asteroid.
Dhe nëse kishte ndodhur në asteroid, atëherë duhet të kishte qenë diçka që ndikoi të gjithë sistemin e brendshëm diellor. Jo vetëm Tokën dhe Hënën, por gjithashtu Merkurin, Venusit, Marsin dhe asteroidët. Kjo çoi në zhvillimin e një teorie të re, më gjithëpërfshirëse. Kjo teori, e propozuar në vitin 2027, quhej hipoteza e migrimit planetar të vonë. Sipas saj, rreth 3 miliardë 900 milion vjet më parë, planetet gjigant të jashtëm, Jupiteri dhe Saturni, ndryshuan orbitat e tyre në një mënyrë dramatike. Kjo ndodhi për shkak të ndërveprimeve gravitacionale me diskun, e mbetur të materialit planetar që ende ekzistonte në sistemin e jashtëm diellor. Kur Jupiteri dhe Saturni migruan, forcat e tyre gravitacionale shkaktuan një efekt domino në të gjithë sistemin diellor. Orbitat e planetëve të brendshëm u destabilizuan. Asteroidet u hodhën nga rripa kryesore drejt sistemit të brendshëm dhe për një periudhë të shkurtër që zgjati vetëm disa milion vjet, Dhe gjithë sistemi diellor ishte në kaos orbital. kjo shpjegonte gjithçka. Shpjegonte pse Toka dhe Hëna përjetuan rezonancë orbitale në të njëjtën kohë. Shpjegonte pse asteroidët gjithashtu tregonin shenja të ngrohjes. Shpjegonte pse bombardimi i voni rënd ndodhi pikërisht në atë periudhë, sepse migrimi i planetëve gjigant hodhi miliona asteroide drejt sistemit të brendshëm. Dhe shpjegonte pse kjo ngjarje ndodhi vetëm një herë, sepse pasi planetët gjigant u stabilizuan në orbitat e tyre të reja, sistemi diellor u qetësua dhe nuk ka përjetuar një destabilizim të tillë që atëherë. Por edhe kjo teori, edhe pse elegante dhe gjithëpërfshirëse, nuk ishte pa probleme. Sepse nëse migrimi planetar kishte qenë aq dramatik, pse nuk shohim prova më të qarta në planetë të tjerë? Pse Marsi, që është shumë më i vogël dhe më i ndjeshëm ndaj forcave të jashtme, nuk tregon shenja të një destabilizimi orbital aq të fortë? Pse Venusi, që është pothuajse i njëjtë me Tokën në madhësi dhe përbërje, nuk ka një hënë të ngjashme me tonën, edhe pse duhej të kishte përjetuar të njëjtat forca? Këto pyetje mbeten pa përgjigje edhe sot. Dhe kjo na sjell në një pikë kritike në kuptimin ton të historisë së sistemit diellor. Sepse çdo teori që kemi zhvilluar, çdo model që kemi ndërtuar, çdo të dhënë që kemi mbledhur, na tregon se diçka e jashtëzakonshme ndodhi 3 miliardë e 900 milion vjet më parë. Diçka që ndryshoi përgjithmonë sistemin diellor. Diçka që la gjurmë në çdo trup që ekzistonte në atë kohë. Por çfarë ishte saktësisht ajo ngjarje? A ishte një migrimi i vetëm dramatik i planetëve gjigant? A ishte një seri ngjarjesh më të vogla që ndodhen në një periudhë të shkurtër? A ishte diçka edhe më e pazakontë, diçka që ende nuk kemi imagjinuar? Dhe, më e rëndësishmja, a mund të ndodhë përsëri? A është sistemi diellor i qëndrueshëm përgjithmonë, apo jemi thjesht në një periudhë të përkohshme qetësie midis dy fazave të kaosit orbital? Këto janë pyetje që shkencëtarët po përpiqen t'u përgjigjen duke përdorur modele kompjuterike gjithnjë më të sofistikuara. Duke simuluar evolucionin e sistemit diellor për miliarda vjet në të ardhmen, ata po përpiqen të përcaktojnë nëse orbitat e planetëve do të mbeten të qëndrueshme, apo nëse ka një mundësi që në të ardhmen e largët, një ngjarje e ngjashme mund të ndodhë përsëri. Rezultatet janë shqetësuese. Shumica e modeleve tregojnë se sistemi diellor është i qëndrueshëm për të paktën 5 miliard vjet të tjera. Por një përqindje e vogël e simulimeve, rreth 1 në 100, tregon skenar ku orbitat e planetëve të brendshëm bëhen kaotike brenda 1 miliard vjetësh. Në këto skenar, Merkuri mund të përplaset me Diellin, Venusi mund të përplaset me Tokën, Marsi mund të hidhet jashtë sistemit diellor, dhe Toka, nëse mbijetonte, do të përjetonte ndryshime orbitale aq dramatike sa do të bënin jetën e pamundur. Kjo është një mundësi e largët, por është një mundësi megjithatë, dhe na kujton se universi nuk është një vend i qëndrueshëm, i parashikueshëm. Është një vend dinamik, ku gjërat ndryshojnë, ku orbitat evoluojnë, ku ngjarje të pazakonta ndodhin në shkallë kohore që të i kalojnë çdo gjë që mund të përjetojmë si specie. Dhe kjo na kthen në Hënën, sepse Hëna, me kristalet e saj të pazakonta, me zonat e saj të shkrimit të pjeshëm, me historinë e saj të çuditshme të riaktivizimit termal, është një dëshmi e gjallë e asaj që ndodhi 3 miliardë 900 milion vjet më parë. Është një arkiv gjeologjik që ruan informacion për një nga ngjarjet më dramatike në historinë e sistemit diellor.
Ve është një laborator natyror që na lejon të studiojmë proceset që ndodhin kur një sistem planetar kalon përmes një periudhe destabilizimi. Por për ta studiuar siç duhet të kthehemi atje. Duhet të dërgojmë astronaut që të mbledhin mostra të reja, nga rajone të reja, nga thellësi të reja. Duhet të vendosim instrumente që të monitorojnë aktivitetin sismik, ndryshimet termike, lëvizjet e vogla të sipërfaqes që mund të tregojnë se zonat e shkrimit të pjeshëm janë ende aktive. Duhet të shpojmë thellë në brendësinë e hënës për të parë me sytë tanë çfarë ndodh atje, në errësirën dhe presionin e thellësive lunare. Por kjo kërkon teknologji që ende nuk kemi zhvilluar plotësisht. Kërkon një angazhim politik dhe financiar që të i kalon çdo gjë që kemi bërë në hapësirë që nga Apollo. Dhe kërkon një kuptim të ri të asaj që do të thotë të eksplorosh një trup qiellor, jo vetëm sipërfaqen e tij, por gjithashtu brendësinë e tij, sekretet e tij të fshehura. Dhe ndoshta, kjo është arsyeja pse NASA ndaloi misionet lunare pas Apollo 11. Jo sepse kishin zbuluar diçka të rrezikshme, por sepse kishin kuptuar se për të vazhduar do të duhej të ndryshonin tërësisht mënyrën se si e bënin eksplorimin hapësinor. Do të duhej të zhvillonin teknologji të reja, metoda të reja, qasje të reja. Dhe në vitet 1970, kjo ishte thjesht për të mundësive të tyre. Por tani, 50 vjet më vonë, gjërat kanë ndryshuar. Kemi teknologji që mund të shpojnë kilometra thellë në shkëmbin, kemi robot që mund të operojnë në kushte ekstreme të temperaturës dhe presionit, kemi instrumente që mund të analizojnë përbërjen kimike të shkëmbinve me precizion atomik, dhe kemi një kuptim shumë më të mirë të asaj që po kërkojmë. Dhe kështu, në vitet e fundit, ka pasur një ringjallërinë të interesit për eksplorimin lunar. NASA ka shpallur programin Artemis që synon të dërgojë astronaut përsëri në hënë brenda dekadës së ardhshme. Kina ka shpallur plane për të ndërtuar një bazë lunare të përhershme. Rusia, India, Japonia, Emiratet e Bashkuara Arabe, të gjithë kanë programe lunare aktive. Dhe për herë të parë që nga vitet 1970, duket se njerëzimi është gati të kthehet në hënë, jo vetëm për të vizituar, por për të qëndruar. Por kjo herë, qëllimi është i ndryshëm. Nuk është vetëm për të mbledhur shkëmbin, nuk është vetëm për të ngullur flamuj, është për të kuptuar, për të zbuluar, për të mësuar sekretet që hëna ka ruajtur për miliarda vjet. Vendoshta, për të gjetur përgjigje për pyetjet që filluan me mostrën 17001. Sepse në fund, ajo mostër nuk ishte vetëm një copë shkëmbi, ishte një mesazh nga e kaluara. Një mesazh që na tregon se universi është shumë më kompleks, shumë më dinamik, shumë më i paparashikueshëm se sa kishim imagjinuar. Dhe që na kujton se çdo gjë që mendojmë se e dim, mund të ndryshojë me një zbulim të vetëm, me një mostër të vetme, me një pyetje të vetme që nuk mund ta injorojmë. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca është aq e fuqishme. Jo sepse na jep përgjigje, por sepse na jep pyetje më të mira. Pyetje që na çojnë më thellë, më larg, më afër të vërtetës. Pyetje që na bëjnë të rishikojmë gjithçka që menduam se e dinim. Pyetje që na transformojnë nga krijesa që mendojnë se e dinë gjithçka në krijesa që kuptojnë se sa pak e dinë. Dhe kjo është dhurata e vërtetë e Apollo 11. Jo shkëmbinjt që soli, por pyetjet që krijoi. Pyetjet që vazhdojnë të na sfidojnë, të na inspirojnë, të na shtyjnë përpara. Pyetjet që do të na çojnë përsëri në hënë dhe më tej, në thellësitë e sistemit diellor, në kërkim të vërtetës për origjinën tonë, për vendin tonë në univers, për të ardhmen tonë si specie eksploratore. Ndërsa leconi këto fjalë, trupi juaj po lëviz me shpejtësinë 170 metra në sekond. Jo sepse po udhtoni me makina apo avion, por sepse toka po rrotullohet. Dhe ndërsa rrotullohet, ju po lëvizni bashkë me të, duke përshkruar një hark të përsosur përmes hapësirës. Por ka diçka që shumica e njerëzve nuk e dinë. Kjo lëvizje nuk është e qëndrueshme. Çdo ditë që kalon, toka rrotullohet pak më ngadalë se dita e mëparshme. Diferenca është e vogël, vetëm 20 mikrosekonda në vit, por në shkallë kohore gjeologjike, kjo do të thotë se në të kaluarën e largët, toka rrotullohej shumë më shpejt. 4 miliard vjet më parë, një ditë zgjaste vetëm 6 orë. Dhe arsyeja pse toka po ngadalsohet është pikërisht hëna. Forcat e baticës që hëna ushtron mbi oqeanet tona veprojnë si një fren kozmike, duke ngadalsuar gradualisht rrotullimin e planetit ton.
Dhe çdo herë që toka ngadalsohet, hëna largohet pak më shumë. Është një shkëmbim i përsosul i momentit këndor, një vallëzim kozmik që ka vazhduar për miliarda vjet. Por ky vallëzim nuk ka qenë gjithmonë i qetë. 3 miliardë 900 milion vjet më parë, diçka ndodhi që e ndërpreu ritmin. Diçka që bëri që hena të ndalonte së largori për një moment, të fillonte të dridhej në orbitën e saj, të përjetonte forca aq të mëdha sa brendësia e saj u ringroh në temperatura që nuk duhet ishin të mundura. Dhe tani, 50 vjet pas Apollo 11, shkencëtarët mendojnë se e dinë çfarë ishte ajo diçka. Por për ta kuptuar plotësisht, duhet të shkojmë përtej hënës. Duhet të shikojmë sistemin diellor si një tërësi, sepse ajo që ndodhi 3 miliardë 900 milion vjet më parë nuk ishte një ngjarje lokale. Ishte një riorganizim i të gjithë sistemit planetar. Ishte momenti kur sistemi diellor kaloi nga kaosi në rendin që shohim sot. Dhe ishte momenti që përcaktoi nëse jeta në tokë do të ishte e mundur apo jo. Në vitin 2028, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh publikoi një studim që ndryshoi gjithçka. Duke përdorur të dhëna nga teleskop hapësinor, nga sonda planetare dhe nga analiza të reja të meteorëve, ata ndërtuan modelin më të detajuar të historisë së hershme të sistemit diellor që ishte krijuar ndonjëherë. Dhe ajo që zbuluan ishte se sistemi diellor nuk u formua në konfigurimin që shohim sot. Në fillim, planetet gjigant ishin shumë më afër diellit. Jupiteri ishte ku tani është Marsi, Saturni ishte ku tani është Jupiteri. Urani dhe Neptuni ishin të shtypur në një rajon të ngushtë përtej Saturnit, dhe përreth tyre, në vend të hapësirës së zbrazët që shohim sot, kishte një disk masiv materiali me masë totale sa vjetra toka, që përbëhej nga miliarda objekte të ngjashme me asteroidët dhe kometat. Ky disk ishte mbetja e procesit të formimit planetar. Ishte materiali që nuk u inkorporua në planetet kur ata u formuan. Dhe për rreth 700 milion vjet, ky disk mbeti relativisht i qëndrueshëm, duke orbituar në paqe përreth diellit. Por pastaj, diçka ndryshoi. Jupiteri, duke ndërvepruar gravitacionalisht me diskun, filloi të migronte ngadalë drejt brendësisë së sistemit diellor. Kjo migrimi krijoi një rezonancë orbitale me Saturnin, dhe kur dy planet gjigant hyjnë në rezonancë, forcat gravitacionale që gjenerojnë mund të jenë katastrofike. Imagjinoni dy penduj gjigant që lëkunden në sinkronizim të përsosur. Çdo herë që kalojnë afër njëri tjetrit, shtyjnë njëri tjetrin pak më shumë, dhe me kalimin e kohës, këto shtitje të vogla grumbullohen duke krijuar lëkundje gjithnjë më të mëdha, derisa të gjithë sistemi bëhet kaotik. Kjo është ajo që ndodhi me Jupiterin dhe Saturnin. Kur hynë në rezonancë, orbitat e tyre filluan të ndryshojnë shpejt. Jupiteri u hodh mbrapsht drejt jashtme. Saturni u hodh edhe më larg. Dhe forcat gravitacionale që gjeneruan ishin aq të mëdha sa shkatërruan diskun e materialit që i rrethonte. Miliarda objekte u hodhën në të gjitha drejtimet. Disa u hodhën jashtë sistemit diellor plotësisht, duke u bërë nomadë ndërjor që enden përmes hapësirës së errët midis yjeve. Të tjerë u hodhën drejt brendësisë së sistemit diellor, duke bombarduar planetet e brendshëm me një intensitet që nuk ishte parë kurrë më parë. Dhe disa, një numër i vogël por i rëndësishëm, u kapën në orbita të reja, duke formuar rripin e Kuiperit dhe Ren e Ortit që shohim sot. Kjo ngjarje, e quajtur modeli i Nicës për shkak të qytetit francez ku u zhvillua teoria, shpjegon pothuajse çdo anomali që kemi vërejtur në sistemin diellor. Shpjegon pse Neptuni është më masiv se Urani edhe pse është më larg nga dielli, sepse Neptuni fillimisht ishte më afër dhe u hodhi jashtë nga migrimi i Jupiterit dhe Saturnit. Shpjegon pse rripa kryesore e asteroidëve ka aq pak masë totale edhe pse duhet të kishte qenë vendi ku formohej një planet i pestë, sepse shumica e materialit u hodhi jashtë nga forcat gravitacionale të Jupiterit gjatë migrimit. Shpjegom se ka dy popullata të ndara të objekteve në rripin e Kuiperit, njëra me orbita të qarkullta dhe tjetra me orbita shumë eliptike. Sepse njëra popullsi u formua atje, ndërsa tjetra u hodh atje nga rajoni i brendshëm. Dhe më e rëndësishmja, shpjegon bombardimin e vonë të rënd. Sepse kur miliarda objekte u hodhën drejt brendësisë së sistemit diellor, shumë prej tyre përfunduan duke goditur Tokën, Hënën, Marsin dhe Merkurin. Dhe kjo ndodhi pikërisht 3 miliardë 900 milion vjet më parë,
saktësisht kur kristalet në mostrën 11701 u formuan. Por ka një detaj që e bën këtë teori edhe më të mahnitshme. Modelet kompjuterike tregojnë se migrimi i Jupiterit dhe Saturnit nuk ishte një proces gradual që zgjati miliona vjet. Ishte një ngjarje e shpejtë që ndodhi në vetëm disa mijëra vjet. Në shkallën tonë 24 orëshe, kjo do të ishte sikur të gjithë sistemi diellor të riorganizohej në vetëm disa sekonda. Një moment, gjithçka ishte në një konfigurim. Momentin tjetër, gjithçka ishte në një konfigurim plotësisht të ndryshëm. Dhe gjatë atij tranzicionit të shkurtër por intensiv, çdo trup në sistemin diellor përjetoi forca që nuk ishte përjetuar kurrë më parë dhe nuk do të përjetojë kurrë më. Për Hënën, kjo do të thotë se për disa mijëra vjet, orbita e saj rreth Tokës ndryshoi vazhdimisht. Ndonjëherë ishte më afër, ndonjëherë më larg. Ndonjëherë ishte më e rrumbullakët, ndonjëherë më eliptike. Dhe çdo herë që orbita ndryshonte, forcat e baticës ndryshonin gjithashtu. Ndonjëherë ishin më të forta, duke shtrënguar dhe zgjatur Hënën me forcë të madhe. Ndonjëherë ishin më të dobëta, duke lejuar Hënën të relaksohej. Dhe ky cikël i vazhdueshëm i shtrëngimit dhe relaksimit gjeneroi sasi të mëdha nxehtësie në brendësinë e Hënës, pikërisht si një top gome që nxehet kur e shtrydh dhe e lëshon vazhdimisht. Por nuk ishte vetëm Hëna që përjetoi këtë. Toka gjithashtu u ngroh nga forcat e baticës. Dhe kjo nshehëtësi shtesë erdhi në një moment kritik në historinë e planetit tonë. Sepse 3 miliardë 900 milion vjet më parë, jeta në Tokë ishte ende primitive. Kishte vetëm baktere të thjeshta që jetonin në oqeane. Nuk ishte bim, nuk ishte kafsh, nuk ishte oksigjen në atmosferë. Dhe nëse bombardimi i voni rënd kishte qenë pak më intensiv, nëse përplasjet kishin qenë pak më të mëdha, nëse nxehtësia e gjeneruar kishte qenë pak më e lartë, oqeanet mund të ishin avulluar plotësisht, dhe jeta që sapo kishte filluar do të ishte shuar përgjithmonë. Por nuk ndodhi kështu. Bombardimi ishte intensiv, por jo aq intensiv sa të shkatëronte gjithçka. Nxehtësia ishte e madhe, por jo aq e madhe sa të vlonte oqeanet. Dhe jeta, e fortë dhe e qëndrueshme, mbijetoi. Madje, disa shkencëtarë mendojnë se bombardimi i voni rënd mund të ketë ndihmuar jetën, sepse kometat dhe asteroidët që goditën Tokën nuk sollën vetëm shkatërim. Sollën gjithashtu ujë, molekula organike dhe elemente kimike që ishin të rralla në Tokë, por të bollshme në objektet e sistemit të jashtëm diellor. Dhe këto materiale mund të kenë dhënë lëndën e parë që jeta kishte nevojë për të evoluar nga forma të thjeshta bakteriale në forma më komplekse. Kjo është një nga ironitë e mëdha të historisë së Tokës. Ngjarja që pothuajse shkatërroi jetën mund të jetë gjithashtu ngjarja që e bëri të mundur evolucionin e jetës komplekse. Dhe pa atë ngjarje, pa atë moment kritik 3 miliardë 900 milion vjet më parë, ne nuk do të ishim këtu sot. Por kjo na çon në një pyetje shqetësuese. Nëse migrimi i planetëve gjigant ishte aq kritik për zhvillimin e jetës në Tokë, atëherë sa të zakonshme janë ngjarje të tilla në sisteme të tjera planetare? A është çdo sistem diellor i detyruar të kalojë përmes një faze kaotike të tillë? Apo ishte sistemi ynë diellor i veçantë, një rast i rrallë ku gjithçka ndodhi në mënyrën e duhur, në kohën e duhur? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, astronomët kanë filluar të studiojnë sisteme të tjera planetare me teleskop të fuqishëm. Dhe ajo që kanë zbuluar është se shumica e sistemeve planetare që kemi vërejtur janë shumë të ndryshme nga yni. Shumë prej tyre kanë planetë gjigant që orbitojnë shumë afër yjeve të tyre, në orbita që zgjatin vetëm disa ditë. Këta planetë, të quajtur Jupiter të nxehtë, nuk mund të jenë formuar atje ku janë tani. Duhet të jenë formuar më larg dhe pastaj të kenë migruar drejt brendësisë. Dhe kjo migrimi duhet të ketë qenë edhe më dramatike se ajo që ndodhi në sistemin ton diellor. Sepse për të arritur aq afër ylit, një planet gjigant duhet të ketë kaluar përmes rajonit ku ndodhen planetët shkëmbor. Dhe kur një planet madhësia e Jupiterit kalon përmes një rajoni të tillë, ai shkatërron gjithçka në rrugën e tij. Planetët më të vegjël ose hidhen jashtë sistemit, ose përplasen me planetin gjigant, ose bien null. Kjo do të thotë se në shumicën e sistemeve planetare që kemi vërejtur, planetë si Toka nuk mund të ekzistojnë. Ose nuk u formuan kurrë, ose u shkatërruan gjatë migrimit të planetëve gjigant. Dhe kjo na bën të vlerësojmë edhe më shumë sa të veçantë jemi. Sepse sistemi ynë diellor duket se ka patur një migrimi planetar që ishte intensive mjaftueshëm për të sjellë materiale të reja në sistemin e brendshëm, por jo aq intensive sa të shkatërronte planetët shkëmbor.
Ishte një ekuilibër i përsosur midis kaosit dhe rendit, midis shkatërrimit dhe krijimit, midis fundit dhe fillimit. Dhe ky ekuilibër mund të jetë arsyeja pse jemi këtu. Por sa të zakonshme janë ekuilibra të tillë? A jemi ne një rast i rrallë, një përjashtim kozmik, apo ka miliarda sisteme të tjera atje jashtë që kanë patur të njëjtin fat? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha në astronomi sot. Dhe për t'ju përgjigjur, shkencëtarët po ndërtojnë teleskop gjithnjë më të fuqishëm që mund të zbulojnë planet të vegjël, madhësia e Tokës, në orbita të ngjashme me tonën, rreth yje të ngjashëm me diellin. Dhe çdo vit që kalon, zbulojmë më shumë. Deri tani, kemi zbuluar mbi 5000 planet jashtë sistemit ton diellor, dhe nga këta, rreth 100 janë në zonën e banueshme të yjeve të tyre, ku temperatura lejon ujë të lënshëm në sipërfaqe. Por të dish që një planet është në zonën e banueshme nuk mjafton. Duhet të dish gjithashtu nëse ai planet ka një atmosferë, nëse ka ujë, nëse ka aktivitet gjeologjik, nëse ka një hënë që stabilizon boshtin e tij, nëse ka kaluar përmes një faze të ngjashme me bombardimin e vonë të rëndë që solli materiale të reja pa shkatëruar gjithçka. Dhe për të matur të gjitha këto gjëra, kemi nevojë për teknologji që sapo po fillojmë ta zhvillojmë. Teleskopi hapësinor James Webb, i lëshuar në vitin 2021, është hapi i parë. Ai mund të analizojë atmosferat e planeteve të largët duke kërkuar shenja të ujit, metanit, dioksidit të karbonit dhe madje oksigjenit. Nëse gjen oksigjen në atmosferën e një planeti shkëmbor, kjo do të ishte një shenjë fortë e jetës, sepse oksigjeni është një gaz shumë reaktiv që nuk mund të mbetet në atmosferë për kohë të gjatë pa një burim që e prodhon vazhdimisht. Dhe në tokë, ai burim është jeta. Bimet, alga, bakteret fotosintezuese, të gjitha prodhojnë oksigjen si një produkt anësor të metabolizmit të tyre. Dhe nëse do të gjenim oksigjen në një planet tjetër, do të ishte pothuajse e sigurt që atje ka jetë gjithashtu. Por edhe nëse nuk gjejmë oksigjen, ka shenja të tjera që mund të kërkojmë. Metan në sasi të mëdha mund të tregojë aktivitet biologjik. Disa lloje të molekulave organike komplekse mund të tregojnë procese kimike që ndodhin vetëm në praninë e jetës. Dhe madje shpërndarja e temperaturës në sipërfaqen e një planeti mund të na tregojë nëse ka okeane, kontinente dhe cikël uji. Por të gjitha këto matje kërkojnë teleskop edhe më të fuqishëm se James Webb. Kërkojnë instrumente që mund të zbulojnë dritë shumë të dobët, që mund të ndajnë dritën e një planeti nga drita shumë më e ndritshme e ilit që ai orbiston, që mund të analizojnë spektra me precisión të pabesueshëm. Dhe kërkojnë kohë, sepse për të matur një atmosferë planetare, duhet të vëzhgosh atë planet për orë të tëra, ndonjëherë ditë të tëra, ndërsa kalon përpara ilit të tij. Dhe për të qenë i sigurt për atë që po sheh, duhet ta vëzhgosh shumë herë, në kushte të ndryshme, me instrumente të ndryshme. Kjo është arsyeja pse edhe me teknologjinë më të mirë që kemi sot, ende nuk kemi gjetur prova definitive të jetës jashtë Tokës. Jo sepse jeta nuk ekziston atje jashtë, por sepse është shumë e vështirë ta zbulosh nga një distancë aq e madhe. Por çdo vit që kalon, po afrohemi. Çdo teleskop i ri që ndërtojmë na jep aftësi të reja. Çdo planet i ri që zbulojmë na jep një shans tjetër. Dhe çdo të dhënë e re që mbledhim na afron një hap më pranë përgjigjes së pyetjes më të madhe që njerëzimi ka bërë ndonjëherë. A jemi vetëm në univers? Por ndërsa kërkojmë jetë në planet të largët, ka një vend shumë më afër që mund të ketë përgjigjen. Dhe ai vend është hëna. Jo në sipërfaqen e saj, ku kushtet janë armiqësore për çdo formë jete që njohim, por në thellësi, në zonat e shkrimit të pjeshëm që zbulimi i kristaleve na tregoi që ekzistojnë. Sepse nëse ato zona janë vërtet aktive, nëse ka vërtet xhepa uji të lëngshëm atje, nëse ka vërtet reaksione kimike që gjenerojnë energji, atëhere ka gjithashtu mundësinë që të ketë jetë. Jo jetë komplekse, jo bim apo kafsh, por mikroorganizma të thjeshtë që kanë evoluar në izolim të plot për miliarda vjet, duke përdorur burime energjie që janë plotësisht të ndryshme nga ato që përdor jeta në sipërfaqen e Tokës. Kjo mund të t'ingeloj si shkencë fantastike, dhe e kuptoj plotësisht nëse mendoni se po shkoj shumë larg, sepse për dekada na është mësuar se hëna është një shkretir e vdekur, një trup pa ajër, pa ujë, pa jetë. Dhe kjo ishte e vërtet, bazuar në atë që dinim. Por tani e dim më shumë. E dim që hëna ka ujë në forma kulli në krateret e saj polare, e dim që ka aktivitet sismik që tregon se brendësia nuk është plotësisht e vdekur,
E dim që ka zona ku temperatura dhe presioni mund të lejojnë ujë të lëngshëm dhe e dim që në tokë, kudo ku ka ujë të lëngshëm dhe energji kimike, ka jetë. Pse do të ishte hëna ndryshe? Sigurisht, ka arsye të mira pse mund të jetë ndryshe. Hëna nuk ka patur kur një atmosferë që të mbrojë sipërfaqen nga rrezatimi. Nuk ka patur kur një fushë magnetike që të devijojë grimcat e ngarkuara nga era diellore. Nuk ka patur kur procese tektonike që të riciklojnë materiale midis sipërfaqes dhe brendësisë. Të gjitha këto janë faktorë që në tokë kanë qenë kritik për zhvillimin e jetës. Por në thellësi, në zonat e izoluara nga sipërfaqja, këta faktorë mund të mos jenë as të rëndësishëm, sepse atje mbrojtja vjen nga shkëmbinjt vet. Rrezatimi nuk mund të depërtojë kilometra thellë. Era diellore nuk mund të arrijë atje, dhe proceset që ndodhin janë të pavarura nga ajo që ndodh në sipërfaqe. Kjo është arsyeja pse disa shkencëtar kanë filluar të marrin seriozisht mundësinë e jetës lunare. Jo si një fantazi, por si një hipotezë të testueshme që mund të eksplorohet me teknologjinë e duhur. Në vitin 2029, NASA financoi një studim për të vlerësuar mundësinë e dërgjimit të një sonde që do të shponte thellë në hënë. Studimi, i quajtur Lunar Deep Drill, propozoi një mision që do të përdorte një shpues robotik për të arritur thellësi deri në 10 kilometra nën sipërfaqen lunare. Në atë thellësi, temperatura do të ishte rreth 100 gradë Celsius, presioni do të ishte i lartë dhe nëse ka xhepa uji, shpuesi do të mund t'i zbulonte. Misioni do të kërkonte teknologji që nuk ekziston ende. Do të kërkonte një shpues që mund të operojë në kushte ekstreme të temperaturës dhe presionit. Do të kërkonte instrumente që mund të analizojnë mostra në vend pa i sjellë në sipërfaqe. Do të kërkonte një burim energjie që mund të funksionojë për muaj apo vite në thellësi të plotë. Dhe do të kërkonte një sistem komunikimi që mund të transmetojë të dhëna përmes kilometrave shkëmbi. Por studimi konkludoi se të gjitha këto teknologji janë të zhvillueshme. Jo sot, jo nesër, por brenda 20 vjetëve të ardhshëm, nëse vendosim t'i zhvillojmë. Dhe nëse i zhvillojmë, nëse dërgojmë një shpues të tillë, nëse arrijmë në zonat e shkrimit të pjeshëm, atëherë do të kemi përgjigjen. Do të dimë nëse ka ujë atje. Do të dimë nëse ka aktivitet kimik. Do të dimë nëse ka, kundër të gjitha pritjeve, jetë. Dhe nëse ka jetë, edhe nëse është vetëm një bakterie e vetme, kjo do të ndryshojë gjithçka. Sepse do të tregoj se jeta nuk është një mrekulli që ndodhi vetëm një herë në një vend. Është një proces natyror që ndodh kudo ku kushtet janë të duhura. Dhe nëse kushtet e duhura ekzistojnë në hënën tonë, një trup që menduam se ishte plotësisht i vdekur, atëherë sa vendet e tjera në galaksin tonë, në universin tonë, kanë kushte edhe më të mira? Sa hëna të planetëve gjigant, sa planet të vegjël në orbitat e largëta, sa objekte në rripin e Kuiperit apo rene e Ortit mund të kenë brendësi aktive, ujë të lënshëm dhe jetë? Numri mund të jetë i pabesueshëm, mund të jetë në miliona, mund të jetë në miliarda. Mund të jetë aq i madh sa çdo trup i dytë apo i tretë në galaksin tonë të ketë një formë jete diku në brendësitë e tij. Dhe kjo do të thotë se universi nuk është një shkretëtirë e madhe e zbrazët me ishuj të rrallë jete. Është një vend plot jetë, kudo, në çdo formë, në çdo kushte, duke evoluar, duke u përshtatur, duke mbijetuar. Por ka një anë të errët të kësaj realizimi. Sepse nëse jeta është aq e zakonshme, pse nuk kemi gjetur prova të qartë të saj? Pse nuk kemi marrë sinjale radio nga qytetërime të tjera? Pse nuk kemi parë prova të megastrukturave që një qytetërim i avancuar do të ndërtonte? Pse në një univers me miliarda galaktika dhe triliona planet, duket se jemi plotësisht vetëm? Kjo është paradoksi i Fermit, i quajtur kështu sipas fizikanit Enrico Fermi, që e formuloi për herë të parë në vitin 1950, dhe ka shumë përgjigje të mundshme. Ndoshta jeta është e zakonshme, por jeta inteligjente është e rrallë. Ndoshta jeta inteligjente është e zakonshme, por qytetërimet shkatërrojnë veten para se të arrijnë nivelin teknologjik për të komunikuar përmes yjeve. Ndoshta qytetërimet ekzistojnë, por janë aq të largëta sa sinjalet e tyre nuk kanë arritur ende tek ne. Ndoshta qytetërimet ekzistojnë, por nuk duan të komunikojnë, duke zgjedhur të mbeten të fshehura për arsye që nuk i kuptojmë. Ose ndoshta, dhe kjo është mundësia më shqetësuese, ka një filter të madh diku në evolucionin e jetës që shumica e qytetërimeve nuk e kalojnë.
Ndoshta ka një fazë kritike, një provë që çdo qytetërim duhet ta kalojë, dhe shumica dështojnë. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja bëhet: a e kemi kaluar ne tashmë atë filtr, apo është ende përpara nesh? Nëse e kemi kaluar, atëherë jemi të sigurt. Pjesa më e vështirë është pas nesh, dhe tani mund të shohim përpara drejt një të ardhmeje ku shtrihemi përmes syjeve, ku ndërtojmë qytetërime në planet të tjerë, ku bëhemi një specie shumë planetare. Por nëse filtri është përpara nesh, atëherë jemi në rrezik. Ndoshta çdo qytetërim arrin në një pikë ku teknologjia e tij bëhet aq e fuqishme sa mund ta shkatërrojë veten. Ndoshta çdo qytetërim përballet me një krizë ekzistenciale, një provë që përcakton nëse do të mbijetoj apo do të zhduket. Dhe ndoshta ne jemi pikrisht në atë pikë tani, me armë bërthamore që mund të shkatërrojnë qytetërimin ton në orë, me ndryshime klimatike që mund ta bëjnë planetin ton të pabanueshëm, me inteligjencë artificiale që mund të tejkalojë kontrollin ton, me bioinxhinieri që mund të krijojë patogjen që nuk mund t'i ndalojmë. Jemi në një moment kritik, dhe ajo që bëjmë në dekadat e ardhshme mund të përcaktojë nëse do të jemi një nga qytetërimet që mbijetojnë, apo një nga ato që zhduken pa lënë gjurmë. Kjo na kthen në hënën, sepse hëna nuk është vetëm një objekt shkencor për t'u studiuar. Është një burim, një vend ku mund të ndërtojmë, një hap i parë drejt bërjes së një specie shumë planetare. Nëse mund të ndërtojmë një bazë të përhershme në hënë, nëse mund të mësojmë të jetojmë dhe punojmë atje, nëse mund të përdorim burimet e saj për të ndërtuar gjëra që na duhen, atëherë kemi bërë hapin e parë drejt mbijetesës afatgjatë. Sepse një specie që jeton vetëm në një planet është e cenueshme. Një asteroid i madh, një supervulkan, një luftë bërthamore, një pandemi globale, çdo gjë prej këtyre mund ta shkatërronte. Por një specie që jeton në shumë planet, në shumë hëna, në shumë vende, është shumë më e qëndrueshme. Edhe nëse një vend shkatërrohet, të tjerët mbjetojnë. Dhe kjo është arsyeja pse kthimi në hënë nuk është vetëm për shkencë, është për mbijetesë. Është për të siguruar që njerëzimi ka një të ardhme, pavarësisht nga ajo që ndodh në tokë. Por për ta bërë këtë, duhet të kuptojmë hënën shumë më mirë se sa e kuptojmë tani. Duhet të dimë ku janë burimet. Duhet të dimë si të nxjerrim ujë nga akulli polar. Duhet të dimë si të përdorim regolitin lunar për të ndërtuar struktura. Duhet të dimë si të mbrohemi nga rrezatimi. Duhet të dimë si të rritim ushqim në kushte lunare. Duhet të dimë si të menaxhojmë shëndetin fizik dhe mendor të njerëzve që jetojnë atje për muaj apo vite. Dhe duhet të dimë çfarë rreziqesh ekzistojnë në thellësi, në zonat që ende nuk i kemi eksploruar. Sepse nëse ka zona të shkrimit të pjeshëm që janë aktive, nëse ka lëvizje të brendshme që mund të shkaktojnë termete lunare, nëse ka gaze të nxehta që mund të shpërthejnë në sipërfaqe, atëherë duhet të dimë këto gjëra para se të dërgojmë njerëz për të jetuar atje. Dhe kjo është arsyeja pse Apollo 11 ishte aq i rëndësishëm, jo sepse ishte misioni i fundit, por sepse ishte misioni që na tregoi se sa pak e dinim, që na tregoi se hëna nuk ishte një trup i thjesht, i vdekur, i parashikueshëm, por një trup kompleks, aktiv, plot me sekrete që ende nuk i kemi zbuluar. Dhe që na tregoi se para se të mund të jetojmë atje, duhet të kthehemi, duhet të eksplorojmë, duhet të mësojmë, duhet të kuptojmë. Dhe tani, 50 vjet më vonë, jemi gati. Kemi teknologjinë, kemi njohuritë, kemi motivimin dhe kemi një dritare të shkurtër kohore për ta bërë. Sepse nëse nuk e bëjmë tani, nëse shtyjmë përsëri për dekada të tjera, mund të jetë shumë vonë. Mund të përbalemi me një krizë në tokë që e bën të pamundur. Mund të humbasim vullnetin politik. Mund të humbasim ekspertizën ndërsa gjenerata që ndërtoi Apollo vdes. Mund të humbasim shansin. Kjo është arsyeja pse programi Artemis është aq kritik, jo vetëm si një projekt shkencor, por si një projekt mbijetese, si një hap i parë drejt sigurimit që njerëzimi ka një të ardhme përtej tokës, dhe si një përgjigje ndaj pyetjes që filloi me mostrën 17001. Çfarë fsheh hëna në thellësitë e saj? Tani jemi gati ta zbulojmë. Tani jemi gati të kthehemi. Tani jemi gati të mësojmë të vërtetën. Dhe ajo e vërtet, çfarëdo që të jetë, do të ndryshojë gjithçka që mendojmë se e dim për vendin ton në univers. Dhe kjo e vërtet, çfarëdo që të jetë, nuk do të vijë lehtë.
Sepse hëna, siç e kemi mësuar tani, nuk është thjesht një trup i vdekur që pret të eksplorohet. është një sistem dinamik që ende nuk e kuptojmë plotësisht. Çdo përgjigje që kemi gjetur ka hapur 10 pyetje të reja. Çdo mostër që kemi analizuar ka zbuluar kompleksitet që nuk e kishim parashikuar. Çdo model që kemi ndërtuar ka dështuar në një mënyrë apo tjetrën të shpjegojë të gjitha të dhënat. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i rëndësishëm i Apollo 11. Jo se gjetëm përgjigje, por se zbuluam se pyetjet tona ishin shumë të thjeshta. Se realiteti është gjithmonë më i pasur, më i çuditshëm, më i paparashikueshëm se sa çdo teori që mund të ndërtojmë. Mendoni për një moment se çfarë do të thotë kjo? Ne si specie kemi studiuar hënën për mijëra vjet, e kemi parë çdo natë në qiell, kemi ndërtuar mitologji rreth saj, kemi shkruar poezi për të, kemi përdorur lëvizjet e saj për të matur kohën, për të naviguar oqeanet, për të planifikuar mbjelljen dhe korjen. Dhe pastaj, në shekullin 20, Arritëm atje. Ecëm në sipërfaqen e saj. Mbledëm shkëmbin. I studiuam me instrumentet më të sofistikuara që kishim. Dhe çfarë zbuluam? Se nuk e njihnim fare. Kjo nuk është një dështim, është një triumf, sepse tregon se universi është më i madh se imagjinata jonë. Tregon se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, më shumë për të mësuar, më shumë për të kuptuar. Tregon se çdo gjenerat do të zbulojë gjëra që gjenerata e mëparshme nuk mund t'i imagjinonte. Dhe tregon se procesi i zbulimit nuk ka fund. Por ka diçka tjetër që tregon, diçka më të thellë, diçka që lidhet me natyrën e vetë realitetit. Sepse kur shikojmë kristalet që Schmidt gjeti, kur shikojmë zonat e shkrimit të pjeshëm që ekzistojnë në thellësi të hënës, kur shikojmë rezonancën orbitale që ndodhi 3 miliardë 900 milion vjet më parë, ne nuk po shikojmë thjesht ngjarjet e izoluara, po shikojmë një model, po shikojmë një lidhje midis gjërave që duken të palidhura. Po shikojmë një univers ku gjithçka ndikon në gjithçka tjetër, ku asgjë nuk është vërtet e izoluar, ku çdo sistem është pjesë e një sistemi më të madh. Kjo është një ide që shfaqet përsëri dhe përsëri në fizik. Në mekanikën kuantike, ku grimcat janë të ndërturura në mënyra që sfidojnë kuptimin ton të hapësirës dhe kohës, në termodinamik, ku entropia e një sistemi varet nga gjendja e të gjitha sistemeve të tjera me të cilat ndërvepron, në relativitetin e përgjithshëm, ku hapësira dhe koha vetë janë të lidhura në një pëllhur të vetme që përkulet dhe dridhet me lëvizjen e masës dhe energjisë. Dhe tani, në studimin e hënës, shohim të njëjtën gjë. Shohim se historia e hënës nuk mund të kuptohet pa kuptuar historinë e tokës. Historia e tokës nuk mund të kuptohet pa kuptuar historinë e sistemit diellor. Historia e sistemit diellor nuk mund të kuptohet pa kuptuar historinë e galaktikës. Dhe historia e galaktikës nuk mund të kuptohet pa kuptuar historinë e vetë universit. Gjithçka është e lidhur. Gjithçka është pjesë e një tërësie më të madhe. Dhe kjo tërësi nuk është statike, është dinamike, është në evolucion të vazhdueshëm. Është një proces që nuk ka fillim të qartë dhe nuk ka fund të qartë. Kjo na çon në një pyetje filozofike që shkencëtarët rrallë e bëjnë hapur, por që qëndron në zemër të gjithë punës së tyre. Çfarë është realiteti? A është realiteti thjesht një koleksion objektesh që ekzistojnë në hapësirë dhe kohë? Apo është diçka më e thellë, një rrjet marrëdhëniesh ku objektet janë thjesht nyje në një rrjet më të madh? A është koha një dimension i pavarur përmes të cilit lëvizim, apo është thjesht një mënyrë për të përshkruar ndryshimin? A është hapësira një kontejner ku gjërat ekzistojnë, apo është vetë një entitet dinamik që krijohet dhe shkatërohet nga lëvizja e energjisë? Këto pyetje mund të duken abstrakte, por ato kanë pasoja konkrete për mënyrën se si e kuptojmë universin. Sepse nëse realiteti është thjesht një koleksion objektesh, atëherë mund ta studiojmë duke studiuar çdo objekt veç e veç. Por nëse realiteti është një rrjet marrëdhëniesh, atëherë duhet ta studiojmë duke studiuar lidhjet, ndërveprimet, modelet që lindin nga ato ndërveprime. Dhe kjo është pikërisht ajo që po bëjmë kur studiojmë hënën. Nuk po studiojmë thjesht një objekt, po studiojmë një nyje në një rrjet që përfshin tokën, dielin, planetet e tjerë, galaktikën dhe në fund të gjithë universin. Po studiojmë se si kjo nyje u formua, si evoluoi, si ndërvepron me nyjet e tjera, dhe çfarë na tregon për natyrën e rrjetit vet. Dhe ajo që po zbulojmë është se rrjeti është shumë më kompleks se sa kishim menduar, se ka nivele të ndërlidhjes që nuk i kishim imagjinuar.
Se ka procese që ndodhin në shkallë kohore që te i kalojnë çdo gjë që mund të përjetojmë drejt për drejt. Se ka modele që lindin nga kaosi dhe kaos që lind nga modelet. Kjo është arsyeja pse shkenca moderne po lviz gjithnjë më shumë drejt një qaseje sistemike. Drejt një qaseje që nuk përpiqet të reduktojë gjithçka në pjesët më të vogla, por që përpiqet të kuptojë se si pjesët ndërveprojnë për të krijuar tërësinë. Drejt një qaseje që pranon se ka disa gjëra që nuk mund të kuptohen duke i studiuar në izolim, por vetëm duke i studiuar në kontekstin e tyre. Dhe hëna është një shembull i përsosur i kësaj qaseje, sepse për ta kuptuar hënën, duhet të kuptojmë tokën. Për ta kuptuar tokën, duhet të kuptojmë sistemin diellor. Për ta kuptuar sistemin diellor, duhet të kuptojmë galaktikën. Dhe për ta kuptuar galaktikën, duhet të kuptojmë universin. Por ka një kufi për këtë proces. Ka gjëra që pavarësisht sa shumë studiojmë, pavarësisht sa të sofistikuara bëhen instrumentet tona, pavarësisht sa të fuqishme bëhen modelet tona kompjuterike, Thjesht nuk mund t'i dim. dhe kjo nuk është për shkak të kufizimeve të përkohshme të teknologjisë sonë, është për shkak të kufizimeve themelore të vetë procesit të njohjes. Mendoni për një moment për atë që do të thotë të dish diçka. Do të thotë të kesh një model mendor që korespondon me realitetin. Do të thotë të jesh në gjendje të parashikosh se çfarë do të ndodhë në kushte të caktuara. Do të thotë të kesh një kuptim që të lejon të veprosh në mënyra që arrin qëllimet e tua. Por çdo model është një thjeshtësim. Çdo model lë jashtë detaje që konsiderohen të parëndësishme. Çdo model bën supozime për gjëra që nuk mund të maten drejt për drejt. Dhe çdo model ka një gamë vlefshmërie për te së cilës nuk funksionon më. Kjo nuk është një dobësi e modeleve, është natyra e tyre. Sepse nëse një model do të përfshinte çdo detaj të realitetit, do të ishte po aq kompleks sa vetë realiteti dhe nuk do të kishte asnjë vlerë praktike. Vlera e një modeli qëndron pikërisht në thjeshtësimin e tij, Në aftësinë e tij për të kapur thelbin e një fenomeni duke ignoruar detajet e parëndësishme. por kjo do të thotë se ka gjithmonë një hendek midis modelit dhe realitetit. Ka gjithmonë diçka që modeli nuk e kap. Ka gjithmonë një nivel detaj që është lënë jashtë. Ka gjithmonë një gamë fenomenesh ku modeli nuk funksionon. Dhe kur arrim në kufit e njohurive tona, kur përpiqemi të kuptojmë fenomene që janë në skajin e asaj që mund të matim, kur ndërtojmë modele për procese që ndodhin në shkallë kohore që te i kalojnë çdo gjë që mund të vëzhgojmë drejt për drejt, ky hendek bëhet gjithnjë më i madh. Dhe kjo është pikërisht situata në të cilën gjendemi kur studiojmë hënën, sepse ngjarjet që po përpiqemi të kuptojmë ndodhen miliarda vjet më parë. Proceset që po përpiqemi të modelojmë ndodhin në thellësi që nuk mund t'i arrijmë drejt për drejt. Forcat që po përpiqemi të matim janë aq të vogla sa janë në kufirin e asaj që instrumentet tona mund të zbulojnë. Dhe kjo do të thotë se ka gjëra që thjesht nuk mund t'i dim me siguri. Ka pyetje për të cilat nuk mund të kemi përgjigje definitive. Ka mistere që mund të mbeten mistere për gjithmonë. Kjo nuk është një arsye për të hequr dorë, është një arsye për të qenë të përullur, për të pranuar kufit e njohurive tona, për të kuptuar se shkenca nuk është një proces që çon në siguri absolute, por një proces që çon në kuptim gjithnjë më të mirë, por gjithmonë të paplot. Dhe ndoshta, kjo është mësimi më i rëndësishëm që mund të mësojmë nga studimi i hënës. Jo se mund të dimë gjithçka, por se mund të mësojmë të jetojmë me pasigurinë. Mund të mësojmë të bëjmë pyetje edhe kur nuk jemi të sigurt se do të gjejmë përgjigje. Mund të mësojmë të vlerësojmë misterin jo si një dështim i njohurive tona, por si një pjesë thelbësore e realitetit. Sepse në fund, Universin nuk na detyron asgjë. Nuk na premton se do të jeti kuptueshëm. nuk na garanton se do të mund ta kuptojmë plotësisht. Fakti që kemi arritur të kuptojmë aq sa kemi kuptuar është tashmë një mrekulli. Fakti që ligjet e fizikës janë të shkruara në një gjuhë matematikore që ne mund ta mësojmë, është i mahnitshëm. Fakti që universi është i strukturuar në mënyra që lejojnë parashikime, që lejojnë eksperimente, që lejojnë njohuri, është diçka që nuk duhej të ishte e garantuar. Dhe ndoshta kjo është pyetja më e thellë e të gjitha. Pse është universi i kuptueshëm? Kjo është një pyetje që fizikanët rrallë bëjnë hapur, sepse duket se del jashtë fushës së shkencës. Por është një pyetje që qëndron në themel të gjithë ndërmarrjes shkencore. Sepse nëse universi nuk do të ishte i kuptueshëm, nëse nuk do të kishte ligje të qëndrueshme, nëse nuk do të kishte modele që përsëriten, Atëherë shkenca do të ishte e pamundur.
Por universi është i kuptueshëm, ka ligje, ka modele, ka struktura që përsëriten në shkallë të ndryshme. Dhe kjo na lejon të mësojmë, të parashikojmë, të ndërtojmë teknologji, të eksplorojmë. Por pse? Pse është universi kështu? A është thjesht një fakt i rastësishëm? Apo ka diçka më të thellë, një arsye themelore pse realiteti ka strukturën që ka? Këto janë pyetje që shkenca nuk mund të përgjigjet, jo sepse nuk kemi teknologjinë e duhur, por sepse janë pyetje që shkojnë përtej fushës së shkencës. Janë pyetje filozofike, metafizike, që kërkojnë një lloj të ndryshëm të reflektimit. Por edhe pse shkenca nuk mund të përgjigjet këtyre pyetjeve drejt për drejt, ajo mund të na jap kontekst. Mund të na tregojë se sa i madh është universi, sa i vjetër, sa kompleks. Mund të na tregojë se si u formuan galaktikat, si u formuan yjet, si u formuan planetët, si filloi jeta. Mund të na tregojë se çfarë jemi ne, nga ku vim, çfarë na pret. Dhe kur e dim këtë kontekst, kur e kuptojmë vendin ton në këtë univers të madh, pyetjet filozofike marrin një peshë të re. Sepse nuk po pyesim më në abstrakt, po pyesim si qenie që janë vetë produkti këtij universi, si qenie që janë bërë nga i njëjti material si yjet, si qenie që janë formuar nga i njëjti proces që formoi galaktikat, si qenie që janë pjesë të njëjtit rrjeti kozmik që lidh gjithçka me gjithçka tjetër. Dhe kjo na çon në një realizim të mahniqëm. Ne nuk jemi vëzhgues të jashtëm të universit. Jemi pjesë e tij. Jemi mënyra se si universi po bëhet i vetëdijshëm për veten. Jemi mënyra se si materia po organizohet në forma që mund të mendojnë, të ndjejnë, të pyesin, të kuptojnë. Kjo nuk është një ide e re. Është shprehur në forma të ndryshme nga filozofë dhe shkencëtar për shekuj. Por kur e shohim në kontekstin e asaj që kemi mësuar për universin, merr një kuptim të ri. Sepse tani e dim se çdo atom në trupin ton u formua në zemrën e një ili që shpërtheu miliarda vjet më parë. E dim se karboni që formon ADN në ton, oksigjeni që thithim, kalciumi në kockat tona, hekuri në gjakun ton, të gjitha u krijuan në procese bërthamore që ndodhen në thellësitë e yjeve gjigant. E dim se jemi, fjalë për fjalë, pluhur yjor. Por më shumë se kaq. E dim se organizimi që na lejon të mendojmë, të ndjejmë, të jemi të vetëdijshëm, është rezultati një procesi evolucionar që ka zgjatur miliarda vjet. Një proces që filloi me molekullat më të thjeshta organike në oqeanet e hershme të tokës. Një proces që kaloi përmes formave gjithnjë më komplekse të jetës. Një proces që në fund prodhoi qenie që mund të pyesin për origjinën e tyre. Dhe kjo do të thotë se vetëdia jon, aftësia jon për të menduar, për të kuptuar, për të pyetur, nuk është diçka e shtuar në univers nga jashtë. Është diçka që lindi nga vetë universi. Është një pronë emergjente e materjes kur organizohet në mënyra mjaftueshëm komplekse. Kjo na çon në një pyetje tjetër të thellë. A jemi ne të vetmit në univers që kanë arritur këtë nivel organizimi? A jemi të vetmit që mund të mendojnë, të pyesin, të kuptojnë? Siç diskutuam më herët, kjo është paradoksi i Fermit. Dhe nuk kemi përgjigje definitive. Por ajo që e dim është se universi është i madh. Aq i madh sa numri i yjeve në galaksin ton është më i madh se numri i kokrave rëre në të gjitha plazhet e tokës. Dhe numri i galaktikave në universin e vëzhgueshëm është më i madh se numri i yjeve në galaksin ton. Nëse vetëm 1 në 1 milion yje ka një planet në zonën e banueshme, nëse vetëm 1 në 1 milion prej këtyre planetëve zhviljon jetë, nëse vetëm 1 në 1 milion prej këtyre formave të jetës zhviljon inteligjencë, edhe atëherë do të kishte miliona qytetërime inteligjente vetëm në galaksin ton. Por nuk kemi gjetur asnjë provë të tyre. Dhe kjo na lë me dy mundësi. Ose jemi vërtet të vetmit, gjë që do të ishte e jashtëzakonshme, ose ka diçka që nuk e kuptojmë. Një arsye pse qytetërimet nuk komunikojnë, apo pse nuk mbijetojnë mjaftueshëm gjatë për t'u bërë të dukshme. Dhe kjo na kthen në pyetjen e filtrit të madh. Nëse ka një provë që shumica e qytetërimeve nuk e kalojnë, a e kemi kaluar ne tashmë, apo është ende përpara nesh? Nuk e dim. Dhe kjo pasiguri duhet të na bëjë të kujdesshëm. Duhet të na bëjë të mendojmë thellë për zgjedhjet që bëjmë si specie. Duhet të na bëjë të vlerësojmë brishtësinë e qytetërimit ton dhe të punojmë për ta bërë atë më të qëndrueshëm. Sepse në fund, ne jemi të vetmit që mund ta bëjmë këtë. Nuk ka asnjë forcë jashtme që do të na shpëtojë nëse dështojmë. Nuk ka asnjë qytetërim më i avancuar që do të ndërhyjë nëse jemi në rrugë drejt vetë shkatërrimit. Jemi vetëm.
dhe ardhmja jon varet nga zgjedhjet që bëjmë tani. Kjo është arsyeja pse kthimi në hën është aq i rëndësishëm. Jo vetëm si një projekt shkencor, jo vetëm si një hap drejt bërjes së një specie shumë planetare, por si një shprehje e asaj që na bën njerëzor, e aftësisë son për të ndërruar, për të eksploruar, për të tejkalluar kufit e asaj që duket e mundur. Sepse kur Neil Armstrong vuri këmbën e parë në hën në vitin 1969, ai nuk po bënte thjesht një hap për veten, po bënte një hap për të gjithë njerëzimin. Po tregonte se mund të arrijmë përtej planetit ton. Po tregonte se mund të realizojmë ëndra që dikur dukeshin të pamundshme. Dhe kur Eugene Cernan u bë personi i fundit që ecte në hën në vitin 1972, ai la një mesazh. Tha se do të ktheheshim. Tha se kjo nuk ishte fundi, por fillimi. Tha se një ditë njerëzit do të jetonin dhe punonin në hën. Do të ndërtonin baza atje. Do të përdornin burimet e saj për të eksploruar më tej në sistemin diellor. 50 vjet kanë kaluar që atëhere, dhe tani, në fund, jemi gati ta mbajmë atë premtim. Jemi gati të kthehemi. Jemi gati të fillojmë kapitullin e ardhshëm të eksplorimit njerëzor. Por kur të kthehemi, do të jemi të ndryshëm nga ata që shkuan para nesh. Sepse tani e dim se hëna nuk është thjesht një shkretir e vdekur. E dim se ka sekrete në felësit e saj. E dim se ka procese që ende nuk i kuptojmë. E dim se ka pyetje që presim përgjigje. Dhe ndoshta, kur të shpojmë në ato felësi, kur të arrim në zonat e shkrimit të pjeshëm, kur të analizojmë mostrat e reja që do të mbledhim, do të gjejmë diçka që nuk e prisnim. Diçka që do të ndryshojë përsëri kuptimin ton të hënës, të tokës, të sistemit diellor, të vetë universit. Sepse kjo është natyra e zbulimit. Nuk mund ta parashikosh, nuk mund ta planifikosh. Mund vetëm të jesh i hapur ndaj tij. Mund vetëm të jesh gati të ndryshosh mendje kur të dhënat të kërkojnë. Mund vetëm të jesh i gatshëm të pranosh se ajo që mendon se e di mund të jetë e gabuar. Dhe kjo është arsyeja pse shkenca është aq e fuqishme. Jo sepse na jep siguri, por sepse na jep një metodë për të korrigjuar gabimet tona. Një metodë për të mësuar nga dështimet tona. Një metodë për të lëvizur gjithnjë më afër të vërtetës, edhe nëse nuk mund të arrijmë kurrë plotësisht. Dhe kjo është arsyeja pse historia e mostrës 17001 është aq e rëndësishme. Jo sepse na dha përgjigje, por sepse na dha pyetje më të mira. Pyetje që na çuan më thellë në misteret e hënës. Pyetje që na bën të rishikojmë gjithçka që menduam se e dinim. Pyetje që na transformuan nga njerëz që mendonin se e kishin kuptuar hënën në njerëz që kuptuan se sa pak e dinin. Dhe tani, 50 vjet më vonë, jemi gati të bëjmë hapin tjetër. Jemi gati të kthehemi në hën, jo si vizitor, por si banor. Jemi gati të ndërtojmë baza atje, të nxjerrim burime, të mësojmë, të jetojmë në një botë tjetër. Jemi gati të bëhemi një specie shumë planetare. Por ndërsa e bëjmë këtë, duhet të mbajmë mend mësimin e Apollo 11. Duhet të mbajmë mend se çdo përgjigje hap pyetje të reja. Duhet të mbajmë mend se universi është gjithmonë më kompleks se sa modelet tona. Duhet të mbajmë mend se ka gjëra që nuk mund t'i dim, dhe se kjo nuk është një dështim, por një pjesë thelbësore e realitetit. Sepse në fund, misteret nuk janë armiqtë të njohurive, janë motori i tyre. Janë ajo që na shtym përpara. Janë ajo që na bën të pyesim, të eksplorojmë, të zbulojmë. Janë ajo që na bën njerëzor. Dhe hëna, me të gjitha sekretet e saj, me të gjitha misteret e saj, me të gjitha pyetjet që ka ngritur, është një kujtesë e përhershme e kësaj të vërtete. Është një kujtesë se universi është më i madh se ne, më i vjetër se ne, më kompleks se ne, por gjithashtu, në një mënyrë të çuditshme, është pjesë e nesh. Sepse ne jemi bërë nga i njëjti material, jemi formuar nga i njëjti proces, jemi pjesë e të njëjtit rrjeti kozmik. Dhe kur shikojmë hënën në qiell, kur mendojmë për kristalet që Schmidt gjeti, kur imagjinojmë zonat e shkrimit të pjeshëm që ekzistojnë në thellësitë e saj, nuk po shikojmë thjesht një objekt të largët, po shikojmë një pasqyrë, po shikojmë një pjesë të historisë son, po shikojmë një pjesë të së ardhmes son. Sepse hëna nuk është vetëm një vend ku shkuam një herë dhe pastaj u larguam. Është një vend ku do të kthehemi. Është një vend ku do të jetojmë.
Është një vend që do të na mësojë se si të mbijetojmë përtej tokës. Është një vend që do të na përgatisë për hapin tjetër, për Marsin, për hënat e Jupiterit dhe Saturnit, për yjet. Vendoshta, një ditë, kur pasardhësit tanë do të jetojnë në botat e largëta, kur do të kenë harruar se si ishte të jetoje vetëm në një planet, kur do të shikojnë prapa në historinë e tyre dhe do të pyesin se si filloi gjithçka, Do të kujtojnë mostrën 17001. Do të kujtojnë kristalet e çuditshme që Eugene Cernan dhe Harrison Schmitt gjetën në lugjinën Taurus Littrow. Do të kujtojnë pyetjet që ato kristale ngritën. Do të kujtojnë se si ato pyetje na bën të kuptojmë se hëna nuk ishte ajo që menduam. Do të kujtojnë se si ky kuptim na shtyu të ktehemi, të eksplorojmë, të mësojmë, të zgjerohemi. Dhe ndoshta do të kuptojnë se ajo mostër e vogël shkëmbi nuk ishte thjesht një copë e hënës. Ishte një qelës që hapi një derë që çoi në një të ardhme që dikur dukej e pamundur. Një të ardhme ku njerëzimi nuk është më i kufizuar në një planet të vetëm, por është një specie që jeton në shumë bota, që eksploron shumë sisteme, që është pjesë e një aventure kozmike që sapo ka filluar. Dhe kur të shikojnë prapa, në atë moment, në atë zbulim të vogël që ndryshoi gjithçka, ndoshta do të kuptojnë se ajo që na bën të veçantë si specie nuk është se dim gjithçka. Është se nuk ndalojmë së pyeturi. Është se çdo përgjigje na çon në pyetje të reja. Është se çdo zbulim na hap horizonte të reja. Është se çdo hap përpara na tregon se sa më shumë ka për të zbuluar. Dhe ndoshta, në fund, kjo është përgjigja për pyetjen që bëm në fillim. Pse ndaloi NASA misionet lunare pas Apollo 11? Jo sepse kishin zbuluar diçka të frikshme. Jo sepse kishin gjetur prova të jetës që nuk ishin gati t'i ndanin. Jo sepse kishin kuptuar se hëna ishte e rrezikshme, por sepse kishin kuptuar se për të vazhduar, do të duhej të ndryshonin gjithçka. Do të duhej të zhvillonin teknologji të reja. Do të duhej të ndërtonin infrastrukturë të re. Do të duhej të trajnonin njerëz në mënyra të reja. Do të duhej të mendonin për eksplorimin hapësinor në një mënyrë plotësisht të re. Dhe në vitet 1970, kjo ishte thjesht përtej mundësive të tyre. Kështu që ndaluan, jo për gjithmonë, por derisa të ishin gati, derisa teknologjia të arrinte, derisa bota të ndryshonte, derisa ne si specie të ishim gati për hapin tjetër. Dhe tani, 50 vjet më vonë, jemi gati. Teknologjia ka arritur, bota ka ndryshuar, ne jemi gati për hapin tjetër. Dhe kur ta bëjmë atë hap, kur të kthehemi në hën, kur të fillojmë të ndërtojmë bazat tona atje, kur të fillojmë të jetojmë dhe punojmë në një botë tjetër, do të kujtojmë Eugene Cernan dhe Harrison Schmitt. Do të kujtojmë mostrën 17001. Do të kujtojmë kristalet që gjetën. Do të kujtojmë pyetjet që ngritën. Dhe do të kuptojmë se ajo që ata gjetën nuk ishte thjesht një anomali gjeologjike. Ishte një mesazh. Një mesazh nga hëna vetë. Një mesazh që na tregonte se ka më shumë për të zbuluar, më shumë për të mësuar, më shumë për të kuptuar. Një mesazh që na tregonte se aventura sapo ka filluar. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu në këtë moment, në këtë pikë të historisë, ndërsa shikojmë prapa në 50 vjet që kanë kaluar që nga Apollo 11 dhe përpara në dekadat që vijnë, mund të bëjmë vetëm një pyetje. Çfarë do të gjejmë kur të kthehemi? Çfarë sekretesh të tjera fsheh hëna në thellësitë e saj? Çfarë pyetjesh të reja do të ngrihen? Çfarë kuptimesh të reja do të fitojmë? Dhe si do të na ndryshojnë ato kuptimesh, jo vetëm si shkencëtar, por si qenie njerëzore, si specie, si pjesë e këtij universi të madh dhe të çuditshëm? Nuk e dim. Dhe ndoshta kjo është gjëja më e bukur. Sepse do të thotë se ka ende aventurë përpara nesh, ka ende zbulime për të bërë, ka ende pyetje për të bërë, ka ende një univers për të eksploruar. Dhe ne, pasardhësit e atyre që ecën për herë të parë në hën, jemi ata që do ta bëjnë këtë. Jemi ata që do të shkojnë përsëri. Jemi ata që do të gjejnë përgjigjet. Jemi ata që do të bëjnë pyetjet e reja. Jemi ata që do të vazhdojnë aventurën. Sepse kjo është ajo që na bën njerëzor. Jo se din gjithçka, por se nuk ndalojmë së kërkuari. Nuk ndalojmë së pyeturi. Nuk ndalojmë së ndërruari.
Dhe hëna, me të gjitha misteret e saj, me të gjitha sekretet e saj, me të gjitha pyetjet që ka ngritur, është një kujtesë e përhershme e kësaj të vërtete.